Mirëmëngjes vajza, mirëmëngjes grupi. Si jeni? Mirë, super sot me këtë diell njerë fantastik, me këtë ditë e re që premton shumë, si e njëjtë që është, shkurti po mbaron, pranvera po vjen. Unë kam që të mërkurën që më duket si e premte, nuk e di, nga që është ngrohur koha, më duket shumë bukur, edhe dua ta shijoj edhe mendoj vetëm për fundjavën, kështu që sot është e premte për mua. E po mobilizohu se ke punë edhe sot në Ada, se kemi një emision për të çuar deri në fund, edhe sot, kështu që mirëmëngjes gjithëve. Unë edhe nesër e përcollëm edhe shkurtin, 26 data sot. Ky është ai shkurti i shkurtër, është me 28 ditë. Ai dora vet. E ke problem? E kam pak. Do duhet ishte me 29. Mikaela, më mirë. Si e zgjuar sot? Mirë shumë, për një moment thash, ore, se po dëgjoj zëra unë. Po dëgjoj zëra në kohë. Po si me ato zërat e mi, po bashkë bisedonin. Ishin të dyja gjinit. Se im kokën ishte regjia që po bënte muhabet. Nuk janë gjinde, janë njerëz dhe kanë emra. Kanë emra. Her pas here duhet shtypin një buton aty që ta fikin. Se fillojnë flasim më vete pastaj. Ente, sot ne jemi si çdo ditë në orën 7 deri në orën 9:30 në Zgjohu po deshe 104.6 Radio Travel dhe në Premium Channel. Me rubrika tona interesante. Kemi muzik, patjetër, kemi quizin që ju shpërblen me kupona, kemi festën e ditës që mezi e presim. Sot ka shumë festa në fakt. Vërtet. Sot ka do ta mbysim me festa sot. Edhe janë interesante me thënë drejtën. Krahas festës pastaj kemi edhe Barsaletën, unë po përmend to gjërat e bukura, tema e ditës. Ata përmendim një çik. Tema e ditës, po e përmendim. Sot I dedikohet fëmijëve, ndoshta kjo është një pyetje që e dëgjojmë shpesh në shoqërinë tonë, arriten fëmijët më shpejt se sa duhet? Pra apo rriten fëmijët më shpejt se sa duhet? E kemi parë vërdall se çfarë po ndodh. Po që mos ta shtjellojmë që tani në fillim të programit, sepse do të kemi edhe të ftuar për të folur për këtë temë, e të tjera si ankesa e ditës. Kemi ankesën e ditës, edhe sot Mikaela. Jo. Po përmendesh, thash do kujtojnë këta apo nuk do kujtojnë. Unë përmend të gjërat e bukura. Bravo, e kaluat provimin. Po sot është e njëjtë dhe do flasim për libra, do flasim për letërsi të mirë, kemi një të ftuar shumë interesante. Sigurisht nuk do mungojnë as sot travel news, lajmet nga bota, sa I takon turizmit, vendeve të ndryshme që shfaqin, si me thënë, këto ofertat e reja, trendet e reja të turizmit. Po ndërkohë kemi dhe realisht trendet, rubrikën e trendeve për të parë se çfarë është më in Franc tashmë në çfarë është më çfarë trend momentet. Më fal, po thashë theme nuk kemi ne? Jo, kemi nesër thashë theme, ti kemi nesër. Mos mund ta bëjmë që sot? Jo. Mund ta bëjmë çdo ditë? Jo, nesër. Kemi rubrikë të dedikuar. Bëjmë ato thashë theme dhe pastaj marrim veten në fundjavë themi. Folëm shumë për këtë, për dynjan. Rim tani merremi me veten. Është e dëmshme. Sigurisht që do kemi edhe rubrikën e Barsaletës së ditës, është shumë interesante dhe sot. Ju mezi po e prisni sepse njerëzit mendojnë se ju I dini Barsaletat e mia dhe qeshni kot po jo. Mendojnë gabim sepse asnjëherë vajzat nuk e kanë ditur se çfarë gazmore, çfarë anekdote do them unë në ditën e sotme. Jemi gudulisur shumë me Barsaletat e tua, shiko. Po ti dinin Barsaletat e tua, do qeshnim. Po pra ndoshta do vërteti, më kupton? Po duke qenë se janë për herë të parë. Kemi një shok një herë kur I dëgjojmë, pastaj fillojmë. Nada është gjithmonë me këto Barsaletat e mia, është gjithmonë në fund pasi mbar. Brother who? Brother what? Pse e bëre atë? Pse e bëre këtë? Jo, Nada ka një çmeritje një. Më vjen mirë që studioni vajza. Më vjen shumë mirë. Mban mend shumë mirë. Unë e kisha harruar fare këtë fjalë. Ai muhabeti I provimit në fund të sezonit nuk është kot vajza. Do t'ju bëj realisht provim me pyetje me mbajeni mend, do kem një kështu, një flet të printuar. Çfarë datë është? Kur të marrim sezonin, afër fundit të sezonit. Nuk jam unë. Do ditë jemi shumë. Jam me pushime, me lejet zakonshme. Unë nuk dua t'ja di, ju keni provim në Shqip po deshe në fund të sezonit. Nuk dua t'ja di sa shumë më mungon. Asë ora në mur është ora e rëngon. Më kujton verën kjo kënga dhe po vjen dera. Ja, erdhi dhe pak është po troket e dera. Nuk zgjohemi vetëm, çdo ditë kemi edhe të preferuarin ton, taksistin e programit, bujarin. Jemi kurioz të dim cilin bujar kemi. Bujar sot. Kush të aktivizohet? Sa bujar do jetë bujari sot? Edhe parashikimin e motit pastaj. Kështu që kalojmë në një këngë edhe rikthehemi. Edhe dëgjojmë motin. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes. Për gjatë oqeanit, për gjatë këtyre vijës bregdetare. By the ocean, kek në oqean ose ndryshe, kjo është përdorur për kekun e ka pasur. Jo për kekun, është Sex on the Beach.
Sex on the Beach. Që është Pia, e E qartë, jo, mos mendo se unë keq kuptohem në Ada. Po që gjithsesi, mirëmëngjes të gjithëve. Është rapi edhe ushqime shumë aty në plazh. Po, është shumë herët. Është kështu plazh me bukë me vete, si dikur, siç bënim ne diku. Me çfarë, me kështu me domate, me kastraveca, me djathë dhe kështu me radhë. Okej. Jemi gati për motin, moti mirë duket që në mëngjes. Që ditën e dieshme. Por jemi me parashikimin e vërtetë të motit. Këtë të enjte, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin e vendit. Era do të fryjë me drejtim juglindje veriperëndim me një shpejtësi mesatare 7 metër për sekond. Temperaturat ndërkohë mbeten konstante krahasuar me ditën e dieshme, jemi më tej me to. Shkodra zgjodh me temperatura 2 deri në 16 gradë Celsius, Lezhë 4 deri në 18 gradë Celsius, Durrësi 7 deri në 17 gradë Celsius, Tirana 5 deri në 16 gradë Celsius, Berati 5 deri në 16 gradë Celsius dhe Saranda 7 deri në 15 gradë Celsius. Shkurtimisht u njohet me parashikimin e motit për datën 26 shkurt. Diell dynjaja, diell pa limit. Dhe jemi pak a shumë në të njëjtat vlera me Athinën. Po më në fund 4 deri në 17 gradë Celsius. Ju mos më thoni mua jemi në të njëjtat vlera me Athinën, më thoni konkretisht Athinën. Po pra, dua 4 deri në 17 gradë Celsius. O dua ta di si do jetë orë pas ore, çast pas çasti. Ja e kupton Ada, dua ta di komplet motin, atmosferën e Athinës, si do jenë njerëzit. Po mund të shpërgulesh atje. Do dërgojmë një korrespondent në Athinë. S'ka problem se atje vetëm drejt që çdo orë të do çoj ty mesazh të thotë moti është i tillë. Po, gjatë marsit. Situata në qytet është e tillë. Gjatë marsit unë do zgjedh një qytet tjetër dhe do të ta kërkoj motin çdo ditë, siç kam bërë me Athinën gjatë gjithë shkurtit. Ke një ide për qytetin që do më? Ja, më do ta mendoj gjatë fundjavës patjetër. Pa me radhë. Helsinki. Jo, një gjë këtej afër, e kupton që të mos jemi shumë larg edhe Dublini këtej afër. Fix Dublini. Reykjaviku Islandës, që është shumë larg. Ky ishte moti, po le të njihemi me trafikun. E kemi bujarin? Po si më se ke bujarin ti? Los Bujaros? Los Pollos Hermanos. Zilja 1. Zilja 2. Oh, Zilja 3? Hej, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Si jeni sot, si jeni gdhirë, si jeni zgjuar, a është çdo gjë mirë me jetët tuaja? Mirë. Për momentin mirë. Për moment nuk shajemi. Nuk e di domethënë, bëni zili që ju mund buzëqeshni dhe unë nuk ju shikoj dhe vetëm ju dëgjoj se jeni vajza interesante, fantastike. Faleminderit. Kemi diskutuar dhe herë tjetër këtë gjë, kemi thënë, mund të shohësh videot në YouTube. Kush tha që nuk i kam parë Mikaela, unë të di edhe emrin, edhe sytë se si ke, edhe në Adës ja di edhe emrin, edhe sytë se si ka. Po mbi emrin e di? Ka as emrin? Ja u diva tjetër, por deri tani që ndrojmë tek emri më mirë edhe tek pamja juaj, nuk më interesojnë gjërat e tjera. Bujar, a ke ti diçka që të bën të buzëqeshësh? Patjetër që po dhe mezi preza atë rubrikën e festës së ditës se kam nevojë pak fest për të festuar gjatë gjithë ditës. Për pak adrenalin. Po, festë preferuar ke? Një festë preferuar nuk është se kam, se unë jam vetë festa, kam një, si thua, një ngazëllim genuin inse në vetveten time dhe më pëlqen sepse shkon. Bujar intelektuali, tani u kujtova, tani u zgjova unë. Okej, ju mund vendosni këto epitetet që doni, por gjithsesi unë jam unë. Në fund ditës kam personalitetin tim. Shumë i fortë është ky personalitet. Oh, patjetër. Po pse tundesh, Bujar? Ku e peti që unë po tund? Se u dridh pak zëri. Kam përshtypjen e tundur. E kam aftësinë që unë ta dredh zërin kur dua vetë pa u tundur. Dridhe like dridh. Po. Bujar, si është trafiku sot? Trafiku me thënë drejtën si e ende e prisa që të ishte pak më i ngarkuar, të kishte si thua një mbivendosje implicite në këto akset kryesore të qytetit, megjithatë është goxha lirshëm, është sikur s'na duket kështu në sfond Bujar. Apo bëjnë kot këto si për erë. Po i bjen këta shokët e mi. Po i bjen këta shokët e mi si më thonë që shiko se un kam klienta dhe ti nuk ke. A ke parasysh? Mos po i bjen që erdhi momenti të flas Bujarit e. Zgjo po desha. Mbau Bujar se mezi të kemi. Keran kanal. Po Keran kanal. Për një moment mendova se do thojemi Aela, erdhi Bilbili, erdhi në lëmë, tak ma bëri. Wow, Bujar, po ne mendonim që ti këndoje vetëm këngë tuaja më.
Se dimë që di këngë shqiptare. Unë di gjitha kanconet kudo që janë, po në fakt do doja të thoja një gjë shumë të rëndësishme që bulevari shmorë komit është pakës i ngarkuar në këtë të enjte të 26 shkurtit, por mos harroni që po vjen pranvera edhe trafiku do jetë gjithmonë më i lirshëm, si thuar, sepse ka një farë eventualiteti si thuash në këto nyjet limfatike. Kur vjen pranvera lirohet trafiku. Vajza, ju duhet ta dini që ADN-ja e metropolit të Tiranës në fakt e ka në vetveten e saj që të jetë vazhdimisht e ngarkuar sepse po zhvillohet nga dita në ditë. Kështu që është e natyrshme që të jetë trafiku kështu. Cili është libri i fundit që po e lexon? Libri i fundit është nga ky Harari, nuk e di a keni dëgjuar, po është Nexus, Hexus, Sapienza, Stadesta, e ke parasysh po këto. Sa mirë e mban mend. Po, me të dëgjuar e kam. Po që ti ke lindur i ditur kam përshtypjen. Un kam lindur erudit, jam erudit dhe do vdes erudit. Erudicioni është pjesë e përditshmërisë time. Madje kur hipin në taksin time dhe shkencëtar do të thoja, edhe njerëz të ditur merr me gojë hapur, thon bujar. Sa ignorant pas kemi qenë. Bujar si s'kemi takuar më parë. Okej, për ti për në taksin tënde duhet të kesh doktoratur patjetër, ndryshe. Patjetër, është në kushte për hyrur në taksin time, për të plotësuar duhet të kesh diploma pafund, që duhet të jesh super i kualifikuar. Duhet të vendosje me vete. Po, patjetër që po. Ej, dilni edhe këtej nga dajti se është bukur, është koha, keni këto zonat ku mund të pushoni, mund të bëni, më telefononi mua sepse jam më lirshëm nga gjithë kolegët e mi edhe në çmimet. Ne kujto numrin e telefonit si e ke? Numrin tim të telefonit 068 40 63 423. Oh? Po. Nuk është numri jonë. Po ne përdorim në linja të ndryshme. Mirë, se ti kalojmë ty klientët. Po, faleminderit. Ditë mbar bujar. Çështje marketingu, është çështje marketingu. Ai kupton. Turojmë një ditë incandescente. Hey, pagjinë dytë super interesante, incandescente dhe ju me gjithë të tonifikimin, si thua, antibakterial që ju karakterizon. Bravo, lëre se knaqe fare. Hajde pra paqim, kujdesuni për veten. Hajde, ciao. Ishte me taksistin e preferuar të Rion Braçet. Pse ngjan? Ne ngjanim pak. Në fakt intelektualët kanë pak si Grida Duma si Rion Braçe, një miks i lezetshëm. Varet kë zgjonte brenda vetes së vet, problemi është përgjithsisht e kanë këtë. Do fillojnë të na marrin në telefon. A je i lirë, më ço këtu, më ço aty. Sa mirë më i bëjmë. Nëse përgjigjet Majeva po, s'ka gjë. I bëjmë nder edhe bujarit ton intelektual, po antropolog. Po pse o të nderit do bëjmë, na i kujta me ndere. Po bujari na rono. Ne me çana vjen asnjë gjë. Lodhu kot. Mikaela, kemi trafiku? Po e kemi. Trafikun pe vërtet. Tani do na përkoj me trafikun e bujarit apo ç'deshe. Edhe këtë mëngjes trafiku paraqitet pak i ngarkuar në pikat kryesore hyrëse dhe në segmentet që lidhin lagjet me qendrën. Fluksi është më i përqendruar sigurisht në orarin 7 të mëngjesit deri në orën 9:30, me lëvizje të ngadalta dhe po, 9:00. Se po vajti 9:40 dhe pati trafik, nuk di domethënë. Tolerohet. Situata aktuale paraqitet e tillë. Unaza ere ka qarkullim të dendur dhe ritëm të ulët lëvizje në disa segmente. Rruga e Elbasanit është me fluks të shtuar nga automjetet që hyjnë në qytet drejt qendrës. Rruga e Durrësit ka kolon mjetesh në drejtim të qendrës gjithashtu. Bulevardi ka lëvizje të ngadalt pranë kryqëzimeve kryesore. Myslimshyri çuditërisht është me ngarkesë, pra nuk është i moderuar trafiku si ditët e tjera dhe me ndalesa të herpasershme. Gjithashtu, rruga e Kavajës është me qarkullim të ngarkuar në drejtim të qendrës. 21 dhjetori është një zonë me densitet të lartë automjetesh për momentin, sidomos pranë rrethrotullimit dhe stacioneve të autobusëve. Kombinati dhe trafiku, super trafik yje, mos kaloni, është trafik i dendur dhe bllokime të shpeshta. Kombinati dhe trafiku. Astiri, është trafiku. Kombinati dhe astiri. Kombinati dhe trafiku kanë shumë astir. Ka shumë astir brenda. Kështu që mos kaloni. Edhe për të gjithë ju që sot po mendoni që të niseni një çik më përpara për fundjavë në Korçë, jo. Po mund ta mendojnë nesër, more, ç'pun kanë që sot. Po ku i dihet, më nuk kanë punë njerëzit nesër. Jo, le mos të rrezikojnë. Se e dim se si është rruga për momentin. Po pra për të mirën e tyre kam. Dgjoj, kishte dalë edhe shumë përfaqësues të bizneseve që po thonin jemi gati drejt falimentimit.
Sepse Po, shumë patjetër. rezervime janë anulluar. Me sa duket normal që do anullohen. Juglindja nuk është destinacion Dhe për të fundjavë fatkeqësisht. duhet të në fakt që linja e autobusëve të vendosur për Korç Tiranë që ekzistonte më përpara që biletat ishte 7.000 lekë, tani Po, ka ishte shkuar në rritur. 10.000 lekë. E Po. kupton? Kur ndodhi kjo rritje? Këto ditë sepse i bie kështu ti, i bie A, i bie nga Kina, I po. bie nga Kina edhe Vete në patjetër që Afinë, pastaj arrin në Korçë. njerëzit kanë zgjedhur edhe Maqedoninë për të rënë Maqedoninë e Veriut për të shkuar në Korç, kështu që është Na një vjen situatë shumë Kështu që shpresojmë në shumë. Tiranë mos u ankoni kot për trafikun. Një Se shoku nuk të vështirë, po bëjnë ato që po i Po kina kam ndej. përshtypjen, më korrigjoni nëse jam gabim, po kur vjen e njëjta dhe e premtja trafiku bie. Do të thënë fluksi më i madh është e hënë, e martë, e mërkurë. Hëna Në njerëz Tiranë po thua? rëmuj dhe në kaos Tiranë. total. Po, Gjithmonë. po. Korç, Se të hënë edhe të gjithë vinë pas fundjavës, zgjohen kështu si në moment të fundit, Me thonë, Terezi. prit. E kam dhe një 5 minutë dhe dalin pastaj me vrap. Edhe bëhet një fluks i madh. Mirë, ne do të dëgjojmë një këngë, ka ardhur dëgjojmë, momenti fiku, prap. E kemi ndarë Me mendjen keke dhe kemi dëgjojmë. edhe këtë këngën? Ja ta shikojmë, edhe ta dëgjojmë Ta patjetër. shikojmë dhe ta dëgjojmë. Ja mirëmëngjes Mirëmëngjes. të gjithëve nga Zgjo po desh. Si nuk ndaluat se kërcyeri moj vajza. Fireball, unë e kam të preferuar shumë, më pëlqen Pitbull dhe do Pitbull. doja të shkoja edhe në një koncert të tij. Jemi rritur me të. Po shiko, hape njëherë mos ka vasi ndonjë ofertë super të mirë për të ndjekur mirë, ja, ashtu po e Pitbullin. Vazhdo është- pra, bëj është- programin, ti sa të presim ca bileta. Ty Mikaela të pëlqen? Po, më Pitbulli? pëlqen, më ingranon shumë për të kërcyer. Pitbulli bashkë me një sërt artistësh të tjerë, mua më kujtojnë gjithmonë adoleshencën time sepse jemi rritur me Pitbull, Akon, Justin Enrique Timberlake Iglesias. dikur. Po. Kush ka qenë tjetër? Nelly Neo. Furtado. Akon. E Apo i tham, tham, po i tham këto. Okej, mirëmëngjes të gjithëve nga Zgjohu po deshe. Mirëmëngjes, Akon. Sa është ora Mirëmëngjes dhe eksakte? atyre që se kishin kuptuar deri më tani se çfarë brezi jemi ne, e keni të qartë, besoj. Brezi patatinave. Po, 7:25 ora në Ada e thash unë në vendin tënd kësaj radhe, ti thuaj Si sigleta ma të do bën vi vonë. këtë? rëndë. Si ma bën këtë? Do të vi Ç'është rënd. kjo? Jam shumë e zgjuar nga ty. 104.6 Radio Travel dhe në ekranin e Premium Channel, Zgjo po deshe. Tani. Jemi gati për festën e ditës? Patjetër që po, festa Sigla e ditës. Oh yeah. Tani, doni që ta filloj, se kemi goxha festa, u a thash edhe kur filluam emisionin e sotëm, doni ta filloj nga këto festa që kanë një farë domethënie kështu, apo nga këto të ngrënat? Nga këto pa lidhje. Nga këto me të ngrëna i doni sot? Po, Direkt, me fillojmë me lukë me këto. vete, po. Okej, sot është dita ndërkombëtare që festohet për tostin që hanë më gjë. Tosti! Po, Sa e po. bukur kjo! Ja vlen të Nuk e festohet. di, a hani ju tost Po në mëngjes? patjetër, na ka shpëtuar në shumë situata. Tost me tost. Kur kemi qenë duke vdekur për bukë, Dhe me këtë nuk kupton që nuk e kemi ngrënë vetëm në mëngjes, drek, Po, dark. ka pasur Është raste. vetëm e gjë që mund të gjesh për të ngrënë në çdo lokal të mundshëm në Tiranë ose në Shqipëri. Ka ndonjë gjë për të ngrënë? Ka tost. Bëje. Po ka dhe nga ata njerëz që han tostin me biftek aty në mes. Ai syet me tost, Jo, pastaj s'është jo. quhet. Është pajdaqe pastaj. Po, Ma okay. tjetër. Muzik për tosti, nuk ka fest pa muzikë aty. Festa para si è, festa e dites, Vazhdojmë me festat e ushqimeve, sepse sot është se më kujtuam, besta ime e ka shumë shef tostin edhe i thot stost. stost. Halla ma bëj një stost. Ma bëj një stost. Shumë e bukur kjo. Një fest tjetër që është prapë me të ngrëna dhe me të pira është National Chili Day për të gjithë njerëzit që Chili, e? po, që janë si thua, i duan këto ushqimet pikante, sot kanë festën e tyre, mund të denden me ushqime pikante. Të fryheni, të mund bëheni të kuq fryhen. Veçanërisht njerëzit në këto në Amerikën Latine i pëlqejnë shumë. Po jo domosdoshmërisht, sepse ka edhe Të gjithë Ushqimi ja u pëlqejnë, njerëzit nuk Unë ju nuk duan, jam- po çu rëndsi ka kjo. përveç atyre që vuajnë nga gastriti. Po, unë nuk e festoj, unë nuk e festoj këtë festë sepse nuk jam fare njeri që më pëlqejnë këto gjërat pikante me shumë që të djegin, kështu që janë djegse. As mua. Fare. Ka njerëz që i duan shumë. Edhe janë të mira se vrasin bakteret. Po, kjo është e mirë, po jo pa Ky mas është tani, justifikimi, tani po, jo ka që fillosh durojnë. E kanë mirë. kështu si sfidë. Festë me djegje kemi sot, kështu që muzikë edhe për këtë festë. Nëse speci djeg. para si è, festa e dites, Dhe që ta përfundojmë siç duhet festën e të ngrënave se kështu u kthye në këtë moment, kemi dhe Pistachio Day. Ah, okay. Kush e pëlqen Këtë mund ta pistachio? festojmë. Nuk të pëlqen?
Akullore më me pëlqen. pistakjo për shembull. Fistiqe. Po, Stika. Stika, po. Më pëlqen thjesht ti ha stikat, këto jo akullore, jo Nuk e ëmbëlsira me preferoj në stika, ëmbëlsira, as në fare, akullore as, më duket shumë e ëmbël. Gjërat me Unë pistakjo. domethënë ndonjëherë më pëlqen, ndonjëherë jo. Është e çuditshme kjo gjëja me pistakjo, sidomos akullorët për shkak. Ndonjëherë kam më vjen Dua e më shumë të ha ëmbël. si stika se sa Po, pra. të përpunuara. Okej, fest kemi dhe për këta njerëzit që i pëlqejnë këto stikat, Tani më gëzuar. fal. A mund ta përshtasim pak? Hajde, se Në mezi po vendet prisja. tonë, po, se gjitha ishin me të ngrënë, me të pirë nuk Jo, është jo, se kemi edhe Ka disa festa akoma, po tjera. nëse ne Po, vazhdojmë dakord. festojmë Po, për për çdo këto- fest, po mbyllim programin. E vërtetë është. mund ta mbajmë kështu deri në Mund ta fund. bëjmë Sot çdo dy rastisi që festa. kishte shumë. Më fal, pse nuk kemi fest për Bozën? Festa e Bozës. Festa e Bozës, është një pije preferuar nga po, shqiptarët, kjo sidomos është tani vërtet. që ngrohet koha dhe shoqërojnë me akullore. Ke shumë të drejtë, Kam ke shumë të të drejtë duhet. Boz me akullore? Diku, Se ke dëgjuar? dikur Unë duhet nuk e përdor, po. Po. Ka të tjerë që bien dakord që shumë e shishme. Merruni me bozën ju. Tani, kemi dhe disa festa që kanë një domethënie shumë interesante dhe fillojmë me të parën sot në 26 shkurt. Është ajo që quhet si festa e Kapeçastin ose Kape momentin e përkthyer kështu nga latinishtja që është Carpe Diem. Oh. Është kjo që njerëzit Kisha e një bëjnë përkthim tjetër për e këtë, bëjnë po. edhe tatuazh, e bëjnë S'po e edhe them. e kanë edhe si motiv të jetës, të ditës, e shkruajnë për ato biot në Instagram edhe kështu me radhë. Në Po, e përgjithësi këto që bëjnë tatuazhe të I bëjnë tilla dhe i gabim. shkruajnë janë ato që nuk e kuptojnë fare shprehjen. Ja, E kjo është e bëj vërtetë. me k në vend të s-s për shembull. Po, njerëz Carpe kapeni diem, qa çastin, bëni? kapeni momentin se ikën jeta, siç ishte ajo shpreha që ti kur kalon e gjithë jeta jote kupton që s'e ke jetuar fare dhe fillon Po, edhe pendosh edhe kështu me radhë. Loja me transformimin e zërit do ju Po, thoja. po. Por kemi dhe festën që ju kushtohet qenushave të vegjël sot, është dita e tyre, muzikë. Ja, te festojnë. Kush ka një qenush të vogël në shtëpinë e tyre? Arnita. E dim tashmë të gjithë kush ka. Sepse po reagon nga regjia. U të shmend regjia. Është koha që të dilni me qenushin tuaj dhe ta festoni këtë Jo, ditë jo, që nuk është kjo Anita koha, mund të jo, jo. largohesh, je mund të lirë. largohesh Arnita. Ke fest. Më vonë. Edhe po në fakt është shumë Po është interesant dita e sepse papis, e qenushve të vegjël. po, e qenushve të E vegjël. bebushave. Sa Gëzuar, mirë sepse gëzuar. shumë njerëz kanë një lidhje goxha të fortë me qenushët, veçanërisht me këta qenushët e vegjël, kanë kohë vite që i mbajnë dhe ju ka transformuar jetën dhe në fakt unë kam njohur një zonjë të moshuar për cilën kam shumë respekt, që kishte një qenushe të vogël me emrin Bora, edhe ishin shumë të lidhura me njëra tjetrën, jetonin të dyja, edhe gjithmonë më Do i thoshte merrte shtëpi me qera më vete qenushes. Jo, jo. Të dyja do Gjithmonë më Po e thoshte, përshkruan. gjithmonë më thoshte që mua më ka ndryshuar jetën pas vdekjes së bashkëshortit, Ah. ky qenushi i Po, vogël. edhe një komshejme kishte një Kështu që- qen që quhej Dëfrim edhe Dëfrej me këtë. Ne, ada. Shketa. Më mirë gëzonte. Mund t'i Okej. vendosni çfarë emri të doni Ka një qenushit tuaj. problem, Franc. S'ka një Qa rregull. halli për ke këtë. ti me macet? S'kam Se asnjë ke hall. pas dita sot Papi Day. Ishte një ditë tjetër festa e këtyre tric biskotave Po, që ju jepen- jepen po, qenushave. Një ditë tjetër për këto Nuk kam për asnjë adoptimin hall, e por- kafshëve. Po mirë. Për Është halli i macet kur botës. do kesh? Shkurtin e mbyllim me qenusha, nga marsi pastaj do kesh vetëm marsi. Merremi gjithë marsin me macet? Është halli i Po është më i botës, gjatë nuk është marsi halli. moj? Mikaela, është halli i botës, nuk është halli im që kam vendosur vetëm kështu festa për qende para. E dyta, ne macet i kemi përmendur shumë shpesh te kuici që Një përmend herë. në Ada, Jam kështu marrur që me macet. E pra, është marrë Ma në ka Ada. pasuar mua. Edhe dy festa tjera shpejt e shpejt, njëra është National Leatherton Elder Day, që do të thotë shkruajini një letër një të moshuari për t'i Po treguar lexojmë kalendarin e festave. Po, Banka. pas ka shumë, me e qenë se jemi Shqipërisë, afër fundit të datat e shkurtit. pushimit i ke. sepse edhe të moshuarit ka nevojë që të lexojnë nga ju. Kjo është shumë e bukur nëse do bëj vërtet. Po, Si mund të ishte? bëj. Se s'po e Shkruaj një letër një të moshuarit. Që ti Që nuk e tregosh. nje. Qoftë edhe që nuk e Po, nje, nisja me qoftë edhe këtë që- gjyshit Ah, dhe kështu me radhë. I dashur Xhaxhi Petrit, mos ja çam topin kalamajve të lagjës e linam. Po, dhe sot kemi edhe festën e të tregojmë një prallë të bukur, le të tregojmë një prallë të bukur. Ishte Arushi, ishte kështu. Muzikë për këto Jo, festa. Dion një shumë e lepur. A mund ta the? Jo. A është ajo një përras? Na ishte një herë një lepur. Edhe festa e vendos një ose jep një shembull shumë të mirë në këtë ditë. Kemi edhe këtë festë, do ta them edhe Le këtë. bëjmë meqense çdo ditë. I thash të gjitha sot, faleminderit, festoni këtë të doni, ku të ndjeheni Ky ju ishte më programi për ditën e sotme. Faleminderit që na ndoqët që të mbyllim me Dëgjojmë festë. nesër. No, S'kemi të themi tjetër.
E po, e vendosim edhe një herë atë këngën? Ka, Ta mbyllim festën me e këngë. ditës. Festa e ditës, festa e ditës, festa paparazzie. Festa e ditës, festa e ditës. Pam pam. Keni arsye për të festuar nëse luani në quizin ton Gjeku dhe bëheni fituesi një kupone në vlerën e 50 eurove nga Sweet Spot. Por nada, përpara. Kemi Është momenti. sigla. Nuk fola unë. Pyetja për ditën e sotme është kjo. Cili qytet ka taksi që kushton sa një bilet avione? Oslo, Londër, Zürich apo Tokyo? Tokyo. Cili qytet ka taksi që kushton sa një bilet avioni? Oslo, Londër, Zürich apo Tokyo? 068 40 63 423. 3 dhe në Instagramin Instagramin ton. e Premium Një Channel. pyetje nga publiku, Urnoni. po flasim për këto biletat low cost me 15 euro apo Jo, jo, ato jo, ndërkontinentalet me 800 e kusur? 100 e sipër. 100 e sipër, po. sipër. Pra të marrësh një taksi këtu është shumë e shtrenjtë. I bie që Do të të jetë bësh llogarit mirë. I bie që të jetë një vend me një mirëqenie shumë të lartë, si thua, Tani në fakt edhe Oslo është, edhe Londra është, edhe Züriu, edhe Tokyo, po pra Nëse prandaj se kemi kanë shumë lega ata mirë prandaj gjëra. i kanë rënë lapsit se nuk do marrin njerëzit kur e kanë rrogën të ulët, marrin taksi sa gjysmë rrogës. Jo, ma ata nisen që të shtunë për punë për të arritur të hënë. Po. Edhe nëse kjo, s'kan lek. është edhe Ka kjo. një bujar edhe atje që ka taksi. Atje edhe pas ka shumë këto. bujare dhe Aty bujari Buganamin. bujari bleka shtëpi çdo 5 muaj atje. Edhe një herë për ju, kuici Gjeku, cili qytet ka taksi që kushton sa një bilet avioni? Opsionet janë Oslo, Londër, Züri dhe Tokyo. Na shkruani dhe në fund të programit ne do t'japim fituesin, po gjatë emisionit do t'japim edhe ndihmat të Vox Club. Patjetër. Për momentin jo, s'ka. Për momentin ka muzikë Ka shumë të muzikë. mirë këtu në Zgjo po deshe dhe ne rikthehemi pas pak. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ua, mu duk sikur Sa do bukur ta e zgjata, më fillonim, pëlqeu. do ta fillonim kështu nga fillimi, do thoshim Okej, prapë e se fillojmë, erdhët. le të ripërmendim festën e ditës. Jo, aman se 20 Nëse minuta. keni 45 minuta kohë. mbajeni mend këtë 26 shkurt se sa festa kam thënë. Kemi do- edhe rubrika të tjera më të bukura se festa e kemi, ditës. më se të bukura, programi ata i që mos vazhdon. më shaj Jo, rubrikat. Nada mos më shaj rubrikat. Ne ata mos më shaj rubrikat, Po ka pse gjë nuk janë të tem. bukura? Të bukura. Travel News mua më pëlqen, se E bukur, informohem patjetër. për vende të ndryshme në botë, për trende që ndodhin në qytete të caktuara. Është shumë e bukur, po të bën edhe të trishton një çik Travel Pse? News. Sepse Ngelu unë duke mendoj- folur për të tjerët që udhëtojnë dhe ne këtu. po Unë pra. mendoj që të qartëson, domethënë duke Kjo është e lexuar vërtetë. dhe duke marrë kaq shumë informacion, pastaj kemi shumë të thjeshtë të vendosim se ku duam të udhtojmë e ku duam të shkojmë. Mirë, e filloj unë Apo Travel jo? Newsin, Ku do na çosh? Si të duash? por përpara sigla. Kam përshtypjen që Franci paguhet vetëm për të këtë. Jo, Si unë kam dini ju. përshtypjen që kur Ka të shkoj në për shtëpi të thot mami si kalove sot përpara sigla. Franci çfarë punon? Ja, them siglën atje. Bëj kështu. Okej. Do t'ju çoj sot në Arabinë Saudite, sepse Arabia Saudite mirëpret investime globale në sektorin e turizmit. Në fakt e kemi vënë re këto vitet e fundit që Arabia Saudite do që të diversifikojë ekonominë e saj, të mos ngelet vetëm si ai vendi që prodhon naftë, që importon naftë vazhdimisht edhe kështu me radhë, por eksporton, më fal, pra se atë po mendoja. jep, se ka shumë. E thash mirë apo jo. Po, por do që të jetë në të njëjtin nivel konkurimi si tregjet europiane dhe tregjet globale, Amerika dhe kështu me radhë, prandaj Arabia Saudite po hap dyert për investime të huaja në sektorin e turizmit. Sipas burimeve të Leaders MENA, vendi ka prezantuar nisma për të tërhequr kapital dhe partner ndërkombëtar për projekte turistike, përfshirë atraksione moderne dhe zhvillime afër destinacioneve kryesore. Në fakt, jo vetëm në ekonomi, por Arabia Saudite i ka shtrirë, si thua, projektet e veta Tentakulat. dhe në sport dhe në Ata tani kanë aspekte të hapur tjera. thirrjen për të tërhequr investitor në Arabinë Saudite. Ata në fakt e kanë mundësi dhe ta bëjnë vetë, por Patjetër. edhe investitorë të tërheqin patjetër, se duhen edhe njerëz që e njohin shumë mirë industrinë e turizmit që të vinë atje dhe të krijojnë projekte konkurruese me tregun evropian dhe me tregun global. Tani me sa informacion kemi, është një gjë tjetër që ata po zgjedhin të financojnë projekte të ndryshme
përtej Arabi Saudite, siç po ndodh edhe në Shqipëri. Patjetër, por dhe të shfrytëzojnë hapësirat e tyre për të ndërtuar resorte super të mëdha. Ju duhet ndihmë nga jashtë, ndoshta eksperiencë dhe. Pikërisht, po përveç sa kësaj. përçojnë frymën e tyre në vende të tjera, duan edhe të marrin nga eksperienca dhe nga kultura e shkëmbejnë, vendeve të pra. tjera në Duan të vendin e jenë tyre. super konkurrues që të thonë ne si rajon, si Arabi Saudite, e gjithë kjo zona mund të jetë më e fuqishme në sektorin e turizmit se që janë, po themi, këtej në Europë dhe kështu me radhë. Dhe ata burrat edhe gratë atje kanë ca objektiva, Zakonisht janë burrat aty që vendosin. edhe gratë patjetër, sepse thonë që tjetër. deri në vitin 2030, po pas kam këtu të shënuar kështu me si ato që janë bashkë Me domethënë. shkronja dore. Me E shkronja. ke si ai lajmim ku ishin të përqafuara shkronja. Po janë vogël përqafuar dhe nuk po shtypet e lexoj Shumë dot. dashuri në këtë Po studio mirë, isha me prandaj. vitin 2030. Po, në vitin 2030 deri në vitin e 2030 do investohen 800 miliard dollar të planifikuara në 800 miliard dollar. çaq nuk e dëgjuat gabim, po. Ku i gjejnë more gjithë Dhe këto lek? po deri në vitin 2030, objektivi është që të jenë 150 milion vizitor turist në vit deri në vitin 2030. Kaq shumë, më shumë se Ngeli vendet e 300 lekët. më shumë se Se po pritet 300 është 150 milion turistë, jo, 800 miliard dollar, Po, aty po. jemi Më stacionuar shumë, ne. më shumë se 315.000 dhoma hoteli të reja janë planifikuar në të gjithë vendin. Ah, Habibi, kam Habibi, të Dubai. kam të Arabia Saudite, shkoni Ja, ku vlen. doni sepse do kënaqeni. E, Këtë Habibi, lajm me kisha këto unë. shifra që thua ti, ne u shkëputëm Shumë fare larg tani. në çove. E, po Ishte tani- mirë këtu vërdall. Se Mirë kur të ishte. hapet syri, pastaj fillon kërkon shumë, pretendon shumë. Duke qenë se pretendimet i kemi në maj kur flasim për Arabinë Saudite, ka një trend të ri tani që na kthen pas në kop tek rënojat, edhe kjo është shumë e çuditshme. Quhet salvage stays. Është një nga trendet më të forta të turizmit për vitin 2026 dhe është rritja e kërkesës për akomodime unike me histori. Është të quajtura siç e përmenda salvage stays, ku ndërtesa të vjetra siç janë shkollat, stacionet e trenit, fabrikat, burgjet apo kisha të braktisura rikthehen në hotele ose butiqe ku ti mund të rezervosh edhe të flosh aty brenda dhe të shikosh ore ç'a bëhet tu. Sipas platformave ndërkombëtare të rezervimeve, kërkimet për Heritage Hotels dhe Historic Stays janë rritur me mbi 20% krahasuar me vitet para pandemisë, ndërsa segmenti hoteleve butik po rritet më shpejt se ai i zinxhirëve tradicional. Kjo lidhet me një ndryshim të qartë në sjelljen e turistëve, përvojat po vlerësohen më shumë sesa luksi. Domethënë, ne kemi tendencën që kur vizitojmë një vend të rezervojmë ambientet më të mira, vendet më të mira, po jo. Ky trend të rikthem pas në kohë dhe unë mendoj që është një gjë që edhe ne duhet ta shfrytëzojmë Në se fakt kemi ne pafund. disi e kemi shfrytzuar deri tani sepse ka qytete Shkodra, Berati, Gjirokastra, Korça i kanë kthyer këto zonat ose shtëpitë që kanë qenë dikur të Shtëpitë vjetra. kryesisht. Po, shtëpitë që Shtëpitë kanë qenë janë vjetra i kanë kthyer në bujtina, në hotele. Mirëmbajtura. Po. Ky trend kërkon diçka tjetër. Për shembull, ne kemi pafund fabrika. Ah, po, qartë, okay. Pra të kthesh ato fabrika në Që zona. për ndoshta i kemi njerëzit. kthyer në tregje, ku Aha. shiten ose janë të braktisura, Ajo do ishte një janë super shumë gjë të në fakt. bukura, por ose edhe vila të braktisura që mund të kenë që në kohën e Ose është zogut, problemi po. atje, po problemi është që burgje. Ne kemi edhe për mendimin tim edhe kalat duhet të shfrytëzohen, duhet të shfrytëzohen, rivitalizohen. në fakt, po. Mund të ishte një mundësi shumë e mirë, ëh. Domethënë Mbajmë. kaluam nga super luksi i Francit. Sa ishin Arabi ato? Saudite. 800 miliard? 800 miliard dollar. Ato 800 lekët na miliard duhen. dollar më motë. Udhëtarët, sidomos brezi i Millennial dhe Gen Z, kërkojnë histori reale dhe lidhje kulturore me destinacionin. Këto hotele shpesh ofrojnë evente kulturore, guida historike dhe bashkëpunime me artistët lokal. Shembuj konkret në botë për çfarë po flasin janë pikërisht Nomad London. Është i vendosur në një ish godin gjykate dhe komisariati historik në Londër. Ky hotel ruan element origjinal arkitektonik duke i kombinuar me dizajn modern dhe luksoz. Liberty Hotel po ashtu një ish burg i shekullit të 19 i kthyer në hotel luksoz, ku qelit janë transformuar të gjitha në dhoma elegante, një kombinim i fortë mes historisë dhe realizmit moderne, siç mund të ndodhi me burgun e Bënçës ose me Spaçin për shembull, tutene. Po, mirë do ishte po. po. Nuk i shfrytëzojmë fare. Ajo duhet shfrytëzuar një herë për historinë që mbart, Ose këto pastaj për të kthyer në për hotele dhe këto kështu gjëra të uzinat e tjera. armëve që mbaheshin. Kujtimi qertën duhet ca i di ato polak të gjitha. atëherë donin Jo, t'i jo vetëm në hotele, mund të kthehen edhe në bare, kafene, çfarë do lloj opsioni të mundshëm, thjesht Thjesht duhen të jenë leka. funksionale, Duhen po leka duhen ato shumë. lekat e Arabisë Saudite, ose me këto që na ndodhen, kupton? Ose i lëm kështu siç I janë. lëm. Ti grye erodhioni. Këto ishin salvage stays. If you're curious, salvage stays.
Unë ndërkohë kam një opsion që do jetë shumë interesant për Francin, veçanërisht. Ha një Mikaela. Një trend francez që po fiton terren në 2026 është ai i pushimeve off-grid. Çfarë do të thënë kjo? Kjo është kur turistët zgjedhin destinacione larg qyteteve të mëdha për të shijuar përvojën natyrore pa internet dhe teknologji. Bukur. Për të rifituar paqen mendore dhe për të krijuar një lidhje të fortë me natyrën ose për t'u rikthyer natyrës të Se di ndryshme. pse sa herë flasim për paqen mendore, ja dedikojmë Francit. Po sepse ai është Është i më tepër pashtë. spiritualist, është pak më kundër teknologjisë se ne, i përshtatet, çfarë them unë. Faleminderit, Njeriu më i pëlqej. Po marr, natyrës. I'll take that as a compliment, thon ata nga jashtëtit. Ashtu duhet ta marrësh me vërtet. Faleminderit. Raportet e fundit tregojnë se kërkesat për vendet rurale apo vendet e largta që ofrojnë qetësi dhe largim nga stresi urban janë gjithmonë e më shumë në rritje. Këto eksperienca shpesh në destinacione malore apo destinacione të izoluara nuk janë vetëm pushime, por janë edhe një mënyrë për të kujdesur për shëndetin mendor dhe për të rilidhur, siç e tham, me natyrën. Ky shëndeti mendor. Trendi është veçanërisht popullor mes udhëtarëve që kërkojnë një pushim të vërtet nga ritmi i jetës moderne. Sigurisht, edhe sepse studimet mbi mirëqenien tregojnë se 3-4 ditë larg ekranit të telefonit apo laptopit, televizorit, çfarë do lloj mjeti që ju përdorni për të lidhur Pajisje me teknologji, digjitale, po. ul ndjeshëm nivelin e stresit. Qëndrimi në natyrë përmirëson cilësinë e gjumit dhe përqendrimin dhe shkëputja nga rrjetet sociale rrit ndjesinë e pranisë dhe lidhjen reale me mjedisin. Në vërtet është. Kjo është një gjë shumë e mirë që njerëzit në fakt duket Dhe sa në sikur kundërshtim janë bie kjo me arabin. janë rikthyer, po mirë, më edhe në Arabisë do ishte Edhe ata keq. kanë Shiko, kemi hapësirat e opsione tyre. për të gjitha. Shko dhe në Arabi pa telefon, ti të ndalon njeri. Shiko, edhe pa kur laptop. nuk e mundësi që të përballosh këtë luksin e Arabisë, bëj këtë gjë tjetër, je më afër natyrës. Do të thënë ka opsione për të gjithë njerëzit, si do ta shijojnë jetën. Po i rikthehen në mënyrë shumë të natyrshme njerëzit kësaj gjës që po bëjmë pushime pa mjete teknologjike sepse ndjen shumë të neveçar kebër. Po i rikthehen pyllit edhe shpellave. Po. Kaq shumë jemi mërzitur nga njëri tjetri sa duam vetëm të largohemi. Është një ndjesi super e natyrshme. Se këto shkuan çadrat e gjërat kampingu. kështu. Njeriu e donte zhvillimin, Por donte i të jetonte kthehet- në bashkësi, po. pastaj tha, "Oh, Por i më marr kthehet malën." atje ku ka nisur njeriu, në fakt në përpyje, në për Në shpella epokën e e gurit. tërheq Tu na shosh në E ditë duke tërheq ndezur zjarr. zjarr me gur. e tërheq gjeneza. Ndonjë ditë ne të tre do ta bëjmë emisionin në natyrë kështu, duke ndezur këto zjarre që thon vajzat pa laptop, E pa bukur do ishte, mikrofon. pa. Do ishte shumë interesante në fakt. Kamping me zgjohu po desha. Por tani kemi muzikë me zgjohu po deshe dhe për pak kthehemi në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Jam mirëmëngjes Kthehemi. edhe një herë të gjithëve ju që po na dëgjoni në Radio Travel 104.6 dhe po na shikoni Në ekranin e Premium Premium Channel. Channel. Ne kemi nisur me debate dhe me diskutime, njëra temë sjell tjetrën, po le të flasim për temën e ditës. Na është bërë zakon sa herë ka publicitet ne hapim tema të reja. Po. Kemi shumë për të folur edhe kjo është gjë e mirë. Po sot duam të flasim për fëmijët. Apo rriten fëmijët më shpejt se sa duhet? Si mendoni ju? Mund të na shkruani edhe në numrin tonë të telefonit të 068 40 63 423 në WhatsAppin tonë, ndërkohë që ne diskutojmë në studio dhe më pas do të flasim me një ekspert të fushës, se fundja ne nuk është se kemi fëmijë, po ama arrim të bëjmë atë diferencën midis brezit ton, mënyrës se si jemi rritur ne dhe çfarë shohim nga të afërmit tan ose fëmijët që mund kemi në komunitetin ton, në lagjen ton. Në fakt është temë shumë e mirë kjo sepse edhe ne jemi fiks në momentin kur duhet ta diskutojmë, jemi në një moshë që nesër pas nesër do bëhemi prindër vetë ne, do ta Duhet Po të siç na marrim thonë- ca gjëra parasysh. Siç na thonë edhe ne, na kanë thënë vazhdimisht prindrit tanë që do ta kuptonin kur të Kur të bëheni bëheni me me fëmijë vet, kështu që është një temë vërtet shumë interesante dhe Tani me me shumë çfarë po interes. shohim, po trembemi edhe ne për të sjellë fëmijën e jetë. E se vërtet. është vërtet e Vërtet. vështirë. Një nga Po. gjërat që mendoj se është kryesorja që ka ndryshuar është mënyra se si ne komunikojmë me fëmijët. Mënyra se si ju drejtohemi, se si flasim me ta. Mund të ketë qenë ndoshta e gabuar dikur që autoriteti i prindit, i mësuesit apo i çfarë do lloj personi tjetër thjesht që ishte më i rritur se ti nuk vjej në diskutim. Pra nuk është se të kërkoj mendim, nuk bëj një diskutim me fëmijët, por jepeshin thjesht urdhra le të themi. Që duhesh Që të zbatuar. duhet të bësh këtë dhe duhet pikë. bindesh. E pa diskutueshme. Ditën e sotme kanë një qasje më i trajtojnë si më të rritur. Pra janë prindrit që po drejtojnë shumë edhe drejt psikologjisë së fëmijës. Diskutojnë me ta, marrin mendimet e tyre, bien në kompromis me ta për të bërë edhe gjërat që duhet të bëjnë, por edhe për të plotësuar dëshirat, nevojat e fëmijëve sipas mënyrës që ata i shprehin. Po,
domethënë shumë tema të cilat dikur edhe me brezin ton prindrit e kishin shumë të vështirë që të flisnin, që është edukata seksuale, dhuna, bullizmi, trupi, ndryshimet fiziologjike. Do të thënë prindi thoshte që këto gjërat i mëson jeta. Pikërisht ndryshimet fiziologjike që i ndodhin një vajzë dhe një djalë në moshën e pubertetit edhe kështu me radhë, dikur edhe brezi jon i ka pasur një çik të vështirë në marrëdhënie me prindrit. Ose do e mësoje në shkollë, pas në shkollë nuk. Pretendohej edhe kjo, por kjo hapje informacioni dhe njerëzit që kanë kaq akses ndaj informacioneve të tilla mos kanë ndryshuar edhe në mënyrën se si ne komunikojmë me fëmijët për tema të tilla. Për shembull sot vërtet e kemi më të lehtë patjetër, por jo domosdoshmërisht ai fëmia e merr këtë informacion dhe si thua e bën pjesë vetë. Pikërisht jo, fëmia gjithmonë i merr shabllon gjërat që shikon dhe fëmijët janë si sfungjer që vetëm thithin nga çdo gjë që i rrethon, qoftë nga sjelljet e prindërve, qoftë nga kontakti që mund të kenë me rrjetet sociale, me trendet e momentit, dhe në fakt unë mendoj që nuk është faji tyre më shumë se sa i prindërve në atë që duhet bëjnë, pra në kontrollin edhe kujdesin që duhet kenë në mënyrën se si po i edukojnë edhe po i rrisin fëmijët. Domethënë është e çuditshme se si ti shikon vajza shumë të vogla, që ndërkohë që ti je në një qendër estetike duke bërë thonjë dhe mund të jetë vajzë 10 vjeç dhe ajo është paralel me ty duke bërë thonjë me tipsa. Gjë që unë nuk e imagjinoja dot në fëmijërinë time. Me tipsa Francia janë ato që i bën nga kaq. Domethënë ç'është nevoja për të që të ketë ata lloj thonjsh. Nuk është se po humbet në një gjë. Ajo nuk po shijon fëmijërinë e saj. Dhe ç'është ky prind që i jep edhe lekët, mundësisht të shoqëron ose e lë vetëm, e lë me një shoqe të shkojë të bëj këto trajtime, bukurie, duke mos jetuar freskinë e moshës. Ndoshta nuk është edhe faji tyre që po rriten para kohe se flitet edhe për pjesën e ushqimeve që konsumojnë. Puberteti ka filluar që të vi më herët. Dhe ndoshta këta fëmijë janë edhe më të zhvilluar dhe ndihen natyralisht. Nëse dikur fillonte 15-16 vjeç, tani është janë sa fenomene që unë nuk arrit të kuptoj, siç po thoja për thonjt me tipsa, lyerje flokësh, flokët e lyer, vendosje qerpikësh, ku di unë me kap profesional në vajza shumë të vogla që janë 8 vjeçare. Realisht për mua është e papranueshme. Unë nuk do doja që fëmia im të kishte këto sjellje sado kokfort apo këmbgulës apo jo po shoqet e mia në shkollë bëjnë këtë gjë pse mos ta bëj unë. Po fakti është argumenti kryesor i fëmijëve, në fakt i njerëzve që meqense e bën ajo edhe ai. Është problemi më i madh sepse mund të qellojë edhe në një shkollë në një klasë ku do filloj të bullizohet. Dhe ti përdej pastaj karakter të fortë edhe i jep arsye, ndoshta një gjë që neve na ka munguar në rritjen ton, fakti që thuaj jo dhe asnjëherë nuk shpjegohej kjo joja. Në momentin që ti ulesh me fëmijën, flet edhe i jep argumente, kam përshtypjen që dhe fëmia, se ka edhe fëmijë shumë të mirë, mos u biem në qafë të gjithëve. Ka fëmijë shumë të mirë dhe aso kohë ka pasur edhe prindër që e bënin këtë gjë që po kërkojmë ne, Po unë mendoj që janë të gjitha variantet në çdo epokë. Degradimi është edhe faji i prindërve, sepse ka prindër që me konsciencë të plotë i çojnë vajzat e vogla në kurset, ka qenë një bisedë që e kemi ndarë më herët në studio, në Zyrë, ndjes, në këto kurset e baletit ku u mësohet vajzave të bëjnë twerk. Do të thënë unë vërtet e kuptoj që është nevoja që fëmia të angazhohet në aktivitete të ndryshme, të zgjerojë rrethin shoqëror, të mos ndihet i mërzitur vetëm duke bërë detyrat. Mund ta çosh në balet klasik. Po ç'është nevoja për të mësuar lëvizje intime, sensuale. Kjo është një gjë. Si një i rritur. Fakti tjetër që unë po e shikoj si një trend gjithmonë në rritje. Dhe unë që po shoqëroj me po pra ti vjen instinktiv. Fakti tjetër që po duket sikur është një trend në rritje është që fëmijët po bëjnë aktivitete nga më të ndryshmet dhe jo për shembull ne dikur bënim thjesht një kurs piano ose shkonim në sport, pra ata çuna që shkonin në stërvitje, vajzat që mësonin një gjuhë të huaj ose jo, kurse sot fëmijët po drejtohen në disa disiplina. Tani kjo mua ndonjëherë më duket sikur e presionon më shumë fëmijën se sa ndodh Francë që kanë një agjend më të ngarkuar se ne, dhe këtë them nga eksperienca çfarë kam parë unë tek vendi ku unë jap mësim. Mendoj që ka të bëjë me egon e prindërve më shumë se sa vërtet me dëshirat e fëmijës. Prindrit kanë edhe këtë tendencën që ëndrat e tyre të mbetura në sirtar duan me patjetër të realizojnë nëpërmjet fëmijëve. Nuk mund ta kesh fëmijën dhe notar dhe pianist. Duke harruar faktin që ajo mund të mos jetë as pak ëndra e fëmijës së vet. Dhe po realizon fëmia ëndrën tënde, po ndërkohë të vetat po i ngelen po te i njëjti sirtar. Ndërkohë kjo agjenda e mbi ngarkuar, unë ka vite që punoj me fëmijë në qendra të ndryshme kursesh. Dhe realisht është për të ardhur keq se si ato fëmijë janë në shkollë nga ora 7 e mëngjesit, mundësisht deri në orën 3:30-4, sepse janë nga këto kryesisht nëpër këto shkollat që ka edhe studimin pas mësimit apo edhe drekën. Nga ai orar sa ju bën rruga vinë në qendrat e kurseve dhe fillojnë një orë piano, një orë kanto, një orë balet,
një orë piktur, shkon papritur ora 8 e darkës, ku mbyllet qendra, vjen i merr prindi, fëmia është i lodhur, i mbaruar, i përgjumur, i uritur, e merr, e çon në shtëpi, fle gjumë dhe mirupafshim. Dhe të nesërmen me të njëjtën gjë. Ndërkohë me të vetëm prindi, duke qenë se po investon, po në këtë rast po investon vetëm vlerën monetare tek ai fëmijë, thotë nuk ka prind të Mirë, drejtuar. ai e bën në mirëbesim, sepse ka zgjedhur një qendër që ja ofron të gjitha po përveç shërbimet kësaj, dhe Jo, nuk kujdesin është e duhur. problemi qendra këtu. Këtu problemi është që ti nuk po kalon as pak kohë me fëmijën Po tënd. sepse ndoshta nuk kanë kohë. Nuk ka Ndoshta janë Po ka jo, prindër që po kjo punojnë nuk- deri në kjo nuk orën është 6 argument. dite. Kjo nuk është Në argument. këtë rast më vjen keq duhet t'rregoj me likë se Kjo mendoj nuk është mirë para argument. se të bësh me Po, fëmijë. pikërisht, po nuk nëse është i rit argument. dot. Po, nëse do vazhdoni me këtë logjikë, bie që shumë pak prej nesh do kishin fëmijë. Jo, Do të thënë ka shiko. prindër që punojnë me orare të tezë zgjatura, nuk e kanë mundësinë që dikush t'i mbajë fëmijët në shtëpi dhe nuk do donin që ata të rrinin vetëm dhe thotë më mirë e lë në një after school ose në disa kurse paralelisht sepse e di që në orën 7 kur unë mbaroj shkoj e marr dhe jemi në shtëpi bashkë. Po kjo nuk do të Koha thotë që që ti kalojnë bashkë mos është e reduktuar, krijosh patjetër, kohë për po fëmijën Thuaj tënd. se inekzistente. Kjo Sepse ai është fëmijë do flet moderne. gjumë direkt. Nuk mendoj që edhe në rastin tonë do ndodhi ndryshe, do duhet të heqësh jo, dorë e ke ti nga gabion. disa gjëra që ti dedikohesh Prandaj fëmijës. e prind. Dhe prandaj po ndodh kjo gjëja tjetër që edhe vajzat pretendojnë që të kenë një partner që mund t'ju sigurojë disa gjëra, që të sakrifikojnë ato karrierën e tyre për qëndruar në shtëpi për të rritur fëmijë të shëndetshëm. Domethënë këtu po ndodhin ca paradokse shumë të çuditshme njëkohësisht. Tu e çfarë s'po ndodh Po pra unë mendoj që jemi në një vend shumë të vrullshëm. Ndryshimet janë të dukshme dhe mendoj që edhe në aspektin e infrastrukturës është e ndërtuar e tillë që ti mos kesh aktivitete për fëmijët. Qyteti nuk i shërben në asnjë lloj forme fëmijëve. Kjo është Nëse ne vërtet. kemi patur oborre që luanin poshtë pallatit me njëri tjetrin parqe. derisa ersohej dhe dilte mami dhe thoshte ore hajde lart, edhe zhgryheshe Mblidhuni aty në shtëpi. ishte vrarë, ishte Po. plagosur edhe bukën e merre me vete. Por ja, për që shembull- haje me shokët dhe ndaje me shokët, ndërsa sot fëmijët nuk i kanë këto mundësi. Unë që jam rritur ndjes Nata, nuk e di jam mbarove? Po patjetër. Okej, po. Unë që jam rritur në fshat për shembull që fshat, hapësirë, liri që ne luanim në kodra, luanim në fusha, ngjiteshim në përpeme dhe kështu me radhë. Kësaj, ose ti shkoje tek familjarët e të afërmit e tu gjatë pushimeve Po, të verës, po. te nënat e gjyshi, Po. në një fshat apo në një qytet më të vogël. Por tani unë shikoj ata fëmijët që janë shumë më të pak në numër se çka kanë qenë kur unë kam qenë i vogël, fëmijët që janë tani te fshati im atje në Biran, ata luajnë shumë pak. Edhe pse janë në fshat prap zgjedhin që të luajnë shumë më pak se ç'luanim ne dikur. Mund bëjnë thjesht një lojë futbolli A ka dhe më i pak shikon fëmijë tani? ka më pak fëmijë, bëjnë thjesht një lojë futbolli ose atje në rrugë vetëm pak dhe i gjen të gjithë në përcepat e fshatit me telefona në dorë. Domethënë Pra ka ndodhur edhe kjo gjë. Nuk është vetëm problemi i qyteteve të mëdha, se ne kemi fokusuar gjithmonë edhe tek Tirana që Mirë, nuk ky ofron është shembulli kryesor që kemi ne, se këtu jetojmë. Qarta zgjedhen në vende ku kanë mundësi të kenë këtë lirinë, të kenë këtë lojën, të kenë hapësirat, Ose ndryshimet të mos e kanë bëjnë. qenë të forta. Domethënë edhe numri i madh i banorëve ndihmonte në këtë aspekt. Domethënë kur vinte vera, gjëja më e bukur ka qenë kur dëgjoje ato britmat e fëmijëve poshtë duke luajtur edhe duke vrapuar me njëri tjetrin, gjë që sot nuk ndodh. Po çfarë po ndodh? Edhe nëse sheh fëmijë sot poshtë pallatit, 2, 3, 4 maksimumi janë me telefona në dorë, duke parë trendet e Kryesisht TikTokut, tani që kjo edhe gjëja- prindrit kjo tashmë gjëja- kanë frikë të duke lënë folur fëmijët në anglisht me njëri përlagje. tjetrin, Këto- sepse edhe fëmijët sot po projektohen për të shkuar jashtë. Po. Prindrit e rinj nuk e mendojnë që fëmijët e tyre do të rriten këtu, do të shkollohen këtu dhe ky është gabimi. Dhe thon, unë dua të investoj që në hapat e parë. Do të thonë që 5 vjeç fëmia im duhet të bëj këto kurse që nesër të jetë i përgatitur edhe për gjimnazin, ta bëjë në një vend të Europës. Po ndërkohë kjo është një Ndoshta mënyrë për ta prandaj po trajtuar ndodh. si një mini të rritur, se praktikisht i po ja pengon atë fëmijërin, po ja pengon rritjen në mënyrë graduale siç Po, mund kjo ta është kemi vërtet, patur Duhet ta kjo është quajmë vërtet. veten me fat që Vetëm ti që kemi do marrë thoja- një fëmijëri të mirë. Po, sepse sot po humbasin ato elemente që bën një fëmijë. Pra, elementet që i takojnë kësaj moshës kaq të bukur që është fëmijëria. Ajo loja spontane, ai reagimi me shokët e tu, një ku ta di që unë. ato lojra më fal Franc kanë qenë burimi kryesor i zhvillimit të imagjinatës që ne kemi Pikërisht pra, patur. Po se i kemi Pikërisht, patur të edhe gjitha më këto të e kanë- kufizuara, domethënë ti prisje të Ndërkohë shtunën në sot, mëngjes që të imagjinata shikoje kulla të caktuara në 2-3 kanale Sandokani, kryesorë. Sandokani sa e kemi pas ndjekur. Ferma e kafshëve. Një që tjetër që mua më duket me rëndësi që ne ta diskutojmë këtu është që dikur brezi jon, fëmijët e brezit ton, këtë botën e të rriturve e shikonin me shumë kureshti. Që do të thotë,
ishte një gjë e ndaluar, një gjë që ti nuk hyje dot ta shkollaj sepse ishin të rriturit, ishte bota e tyre. Po, dhe prindrit nuk të përfshinin, ndryshe nga sot. Pikërisht, kurse sot duket sikur të vegjëlit kanë më shumë akses ndaj botës së të rriturve sepse e kanë informacionin aty. Edhe nëse ti nuk ua thua, ata mund ta shikojnë në internet, mund të marrin. Nëse nuk ua thua është tjetër gjë, por unë nuk pajtohem dot me këto rastet që i përfshim vetë fëmijët. Pra nëse e zem ti si çift, ke një diskutim, ke një debat, ke një problematik, nuk ka pse të qëndroj fëmia aty të dëgjoj çdo gjë. Ai fëmijë e para një të nesërmen do shkoj do i thotë gjithë te kopshtit e shkolla, se fëmia papagallo, çka ka dëgjuar do thotë. Dhe ja ku e morën vesh gjithë se çfarë problemesh familjare keni ju. E dyta nuk është në moshën e dur për ta përpunuar atë informacion dhe nuk ka pse të mbaj atë ngarkesë mbi supe. Gjë që ne nuk e kemi patur. Ne nëse ka pasur një diskutim në familje, thuaj, shkoni tek dhoma juaj. Mbaronte diskutimi, ne ndërkohë në dhomë kishim harruar që aty po diskutoi diçka, ne vazhdonim lojën, vazhdonim kukullat, makinat, çfarë do lloji. Po hajde. Si ajo meme. Unë mendoj realisht që është edhe çështje infrastrukture, se qyteti nuk i shërben fare fëmijëve dhe nuk është në funksion të fëmijëve. Domethënë i gjithë rrugtimi i tyre është poshtë pallatit në mëngjes, merret me makinë, çohet në një godinë të mbyllur që është shkolla, vjen prap me makinë, ngjitet lart, bëhet gati për kurse me makinë prap në një ambient të mbyllur. Edhe mendoj që terreni është ambienti më i mirë ku mund të rritet fëmia dhe ta jetojë jetën si një fëmijë për moshën që ka. Ndërkohë sot edhe prindrit në komunikimin me tyre duan t'i tregojnë çdo gjë, problemet e tyre, arritjet e tyre, shqetësimet që mund të kenë në punë me kolegët. Është problemi i prindërve, jo i infrastrukturës. Ka ndonjëherë dhe prindër që i marrin fëmijët me vetëm palestër. Domethënë, ku është kuptimi i kësaj gjës? Ndoshta nuk ke ku ta lësh patjetër, po fëmia fillon edhe projekton veten e tij sikur është i rritur dhe bën të njëjtat veprime si ty. Duhet patur shumë kujdes, ne flasim jo nga eksperjenca, po nga çfarë kemi parë vërdall. Shumë të dëgjuar e kemi. Sot përgjithsisht nuk kemi për ta gjykuar, po thjesht për ta diskutuar gjithë këtë fenomen që po ndodh. Për shkak se është prishur në një farë kuptimi ky zinxhiri i rritjes emocionale në mënyrë të natyrshme të fëmijëve, sot më duket sikur fëmijët më shumë imitojnë të rriturit sesa në fakt realisht jetojnë moshën e tyre. Ke fëmijë që të flasin me brende, me emra brende. Çfarë për ditëlindje dua Jordan, domethënë këto Jordans, atletet e famshme. Dua iPhone 17 Pro Maxin. Po. Dua paletën e hudës të fundit. Që tani mendojnë se e kuptojnë dhe se po përjetojnë anktin dhe stresin. Ne kërkonim që ne nuk e njihnim fare. Ne kërkonim biçikletën e Kautonix, më çfarë thua ti? Që s'na ra kur. Askush nuk e fitoi. Provo përsëri. Provo përsëri ka qenë ajo. Po e shikon cili ka qenë problemi jon? Problemi jon ka qenë që s'na binte ajo biçikletë. Ndërkohë një fëmijë 10 vjeç sot të vjen në shtëpi, të vjen në kurs apo në çfarë lloj ambienti dhe thotë kam ankth, kam stres. Po ku e mësove ti njëherë çfarë është ankthi, çfarë është stresi? Ku e mësove? Fëmia 10 vjeç me ankth dhe me stres. Po pra sepse dëgjojnë këto termat e të rriturve dhe mbase ndjehen edhe ata pjesë të realitetit nëse e di çfarë është e tepërt për mua, se e kam zbuluar kohët e fundit. E merr fëmijën dhe e çon në terapi tek psikologu, se si ka qenë dita e tij në shkollë. Mund ta bësh vetë po thua në raste ku e çon terapi krejt pa arsye, nuk është se një problematik tek fëmia dhe e çon në terapi. Sepse e ka bërë dikush tjetër që mund ta ketë patur realisht shqetësim dhe ti e merr fëmijën edhe. Ky është rasti ku mund të bëjmë gjykuese dhe të thamë është i mbyllur dhe ka nevojë të flasë me psikologun. Prit një herë. Nuk ti se një ti një herë fëmijën tot, nuk e ke folur ti, nuk është shprehur para teje. Nuk e di, mendoj që ndonjëherë çfarë gjëra i bëjmë vën re diçka që nuk shkon, një problematik apo një shqetësim tek fëmia, aty absolutisht po që duhet çuar. Dhe nuk është as pak problem. Domethënë, do e çohet Mikaela fëmijën tënd për të folur me psikologun se si të përballoj bullizmin në shkollë? Jo, këtë gjë mund t'ja shpjegoj vetë fare mirë. Po pikërisht pra, ka drejt Mikaela kur thotë që pa arsye, nuk ke pse. Më duket shumë e tepërt. Se si të mbrojë veten e tij. Po ndërkohë duhet të theksojmë që nëse ka arsye, patjetër duhet ta çojmë sepse ka edhe shumë prindër që thonë nuk e çojnë aty se fëmia im s'është me probleme. Nuk është thjesht me probleme të shkosh te psikologu. Absolutisht nuk ka asgjë të keqe, por kur janë motive të tilla qesharake për mendimin tim është e tepër. Domethënë marrëdhënia, një gjë që duhet forcuar më së shumti është marrëdhënia e prindit me fëmijët për t'i mësuar vlerat e duhura, për të patur një komunikim të shëndetshëm që edhe ai ta kuptojë se ku po rritet, nga cila familje vjen etj. Se ti vërtet mund ta çosh te psikologu për bullizmin, po ti nuk e di që zysha që kanë klasë është e dhunshme. Kështu gjë. Por në fakt bullizusja kryesore. Ne po flasim për problematikat e fëmijëve, nuk duhet ta harrojmë dhe nuk duhet të lëmë pa përmendur që vërtet ka edhe fëmijë shumë të mirë që rriten në mjedis familjar super të shëndetshëm, që e shijojnë këtë moshën e tyre kaq të bukur të fëmirisë, edhe që kanë një raport të shkëlqyer me prindrit e tyre. Dhe për mua këto janë me mësuesit e tyre. Dhe këto janë modelet që ne duhet të ndjekim edhe të promovojmë, si thua. Mirë, çik një grup më i vogël.
Por gjithsesi janë ama dhe Janë, ka po, shpresë. jemi mirë me ta. Ne Po edhe ata do na ikin. do të shkputemi, nuk e Po mbarojmë këtu. negative. Diskutim. Më fal të mora rolin. Ky është momenti ku Mikaela dhe Neada flasin, Jo, ky zihen është me njëri momenti që të tjetrin. gjitha kuptojnë që unë kam kota të rolin. E kam super kot. Jo, unë jam negative. Sepse gjithmonë e përfaqësojnë këta të dy. Nuk jam. Muzikë dhe kthehemi për të vazhduar diskutimin mbi temën e ditës. Okej, mirëmëngjes. Ne filluam diskutimin në fakt me të ftuarën tonë, por do ta Edhe ja, zhvillojmë. gjithmonë kështu mat na kapin. duam Sa të herë jemi dim duke tani diskutuar. Si mendon e ftuara jon për diskutimin që bëm ne në studio? Në punë ishim ne duke folur, nuk është se bëm ndonjë gjë. Po. Për temën apo rriten fëmijët para kohe. Apo rriten fëmijët para kohe. Mirëmëngjes Kledina Helshani, psikiatre fëmijësh. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Një korrigjim të vogël. Jam logopede. Logopede. Okej, në rregull. Mbajshëm. E mbajtëm shënim patjetër Nada, patjetër. Kledina, ti e ke ndjekur edhe bisedën që bëm ne në studio, po e nisim fillimisht nga ky termi të rritesh para kohe, çfarë do të thotë? Të rritesh para kohe në aspektin psikologjik është Po vetëm pak më afër mikrofonit, të po, lutem. ndjes. Është okay. Atëherë në aspektin psikologjik dhe psikologët e përdorin si termin adultifikim, pra ku fëmia nuk ka emocione, nuk i përjeton emocionet konform moshës së tij biologjike. Kemi përshpejtimin e ritmit të rritjes, pra është ajo të funksionuarit si një adult dhe mos të dashurit të përjetuarit ndjesi konform moshës biologjike dhe është për të ardhur keq, është për të ardhur Po nga keq. vjen ky presion i madh dhe dëshira për të dukur edhe për të sjellë si i rritur, se edhe ne kemi qenë fëmijë, edhe kemi patur modelet tona. Pa diskutim, për mos harroj që në ditët e sotme ekspozimin ndaj informacionit dhe informacioneve të gabuara është shumë herë më i lartë. Pra nuk ekziston fare kontrolli parental control ndaj informacionit që fëmia ekspozohet dhe fëmijët sot thjesht e gjejnë veten në një hapësirë ku kanë më shumë informacione se sa ata mund t'i përpunojnë dhe ta kontekstualizojnë informacionin, pra marrin informacione që janë totalisht jashtë moshës së tyre biologjike dhe ato, siç e thatë edhe më parë në studio, e marrin gjën shabllon. Nuk arrin ta përpunojnë këtë informacion, siç mund ta përpunojë një i rritur. Pa nuk është detyra e prindit në fund të ditës për të kontrolluar këtë informacion dhe për të shpjeguar informacionin që fëmia nuk e përpunon dot. Pa diskutim, për mos harro që fëmia duhet të ekspozohet ndaj informacioneve konform moshës biologjike. Pra nëse ne këtyre fëmijëve i japim akses për të marrë informacione dhe për të mos patur asnjë lloj kufizimi ndaj informacioneve që ata marrin, normalisht që ata nuk janë në gjendje ta përpunojnë dhe ta kontekstualizojnë atë informacion. Pa diskutim që prindrit duhet të jetë shumë i parë është vëmendshëm. të kufizojmë këtë akses, një akses të limituar. Dëgjoj, në ditët e sotme ka shumë opsione që prindi pavarësisht se fëmia e ka një telefon, po flasim për fëmijë të moshës 8-10, pra preadoleshencial, e ka një telefon, është opsione. Për t'i bllokuar disa gjëra. Mjafton një opsion i Po mirë, opsionet janë, po prindrit duket sikur gjithmonë më shumë janë bërë më të ndjeshëm dhe në rastet kur duhet të përballen me fëmijët e tyre, atëherë dorëzohen. Pra i vërtet mund të ketë atë kontrollin prindëror në pajisjet që fëmia përdor, po vjen një moment ku fëmia fillon dhe bëhet pak më agresiv se ç'duhet. Përplas këmbën në tokë, ulëri në shtëpi dhe thot dua patjetër, është gjëja ime, kush e ti të mandalosh mua, do iki fare, do më kërcënime të çdo lloj natyre dhe aty prindi dorëzohet dhe thot okay, vetëm fëmia im të jetë mirë se më duket se do përjetoj ankth dhe stres. Dëgjoj, në ditët e sotme është shumë e vërtet. Më parë thanë, do me thënë nga e kupton fëmia, pse thot fëmia që unë jam duke përjetuar ankth. Në fakt është pikërisht kjo përshpejtimi i rritjes, që në mënyrë të pavetëdijshme e fut fëmijën në gjendje konfuzioni dhe në gjendje ankthi. Pikërisht nga kjo mbidoza e informacioneve që fëmia merr dhe te kalimi i hapave të zhvillimit kognitiv. Zhvillimi kognitiv lidhet drejt për së drejti me të kuptuarin, pra është i kuptuari i fëmijës. Dhe kur ne këto hapat i kalojmë, mund t'i çojmë në një krizë emocionale, mund t'i lëmë bëshllëqe në identitet. Pa diskutim. Dhe unë kam patur raste konkrete dhe i kam parë tantrumet që zhvillohen pikërisht për heqjen e telefonit ose të ekraneve ndaj fëmijëve dhe ideja është që prindi duhet të duroj pak.
se po e bën për të mirën e fëmijës. Fakti që ti ja ke kufizuar, ja ke hequr, po jep një mësim dhe këtë duhet të mendojnë, që janë duke i dhënë një mësim. Kledina, në fakt është një perceptim brezash ky apo me të vërtet fëmijët sot po rriten, po piqen më herët emocionalisht dhe psikologjikisht. Pra nuk është thjesht perceptimi jon se brezi më përpara ka qenë kështu edhe kemi pasur Pikërisht këtë do të thoja që nuk ka lidhje me perceptimin e brezave, kjo gjë është duke ndodhur. Kjo është gjë është duke ndodhur pikërisht nga mbidoza e informacionit, po ekspozohen shumë më herë ndaj informacionit fëmijët e sotëm, po futen ndaj presioneve dhe streseve që ne të rriturit i përjetojmë në përditshmërinë tonë, po për ne është normale, sepse vetë jeta është bërë e tillë, të gjithë ne jemi në atë vrapin e përditshëm, po ama një fëmijë Kledina, po duke qenë jeta e tillë, a nuk duket se po humbet fëmijëria si fazë zhvillimi? Dëgjoj, nuk po humbet, po transformohet. Po transformohet sepse ne nuk kemi më lojën e lirë që ju e përshkruat shumë mirë. Kemi mini të rritur, imitim të sjelljeve të rriturve. Dhe këtë doja të thoja, këto imitimet e të rriturit dhe të funksionuarit si një rrituri nën presion nuk sjellin pjekuri emocionale. Pra imitimi i sjelljeve të rriturve nuk do të thotë që ka pjekurinë emocionale për të qenë një i rritur. Dhe pra si etapë biologjike nuk është se po humbet, por rrezikojmë shumë të heqim një provojë emocionale, sepse vetë fëmijëria nuk duhet të konsiderohet si luks dhe më vjen shumë keq për këtë që në shumë pak fëmijë e përjetojnë atë fëmijërinë e bukur. Pra ku ata luajnë dhe din të luajnë. Unë ditët e sotme nuk po shoh më fëmijë që din të luajnë siç luanim ne. Vërtet. Nuk din të luajnë me tokë, nuk din të bëjnë asnjë lojë. Edhe prindrit janë dorëzuar, edhe ka nga ata prindër që nuk zgjedhin as disiplinën. Është shumë e vërtet. Është shumë e vërtet dhe kjo mendoj që lidhet me mbi ngarkesën e ditës. Pra në ditët e sotme prindrit e kemi një punë është luks, do thoja unë, po ke thuajse të gjithë me 2 punë. Dhe ndihen të detyruar për të siguruar, do me thënë ato ecin me të bërin më të mirën për fëmijën e tyre, duke i siguruar disa të mira materiale, por në këndvështrimin tim nga ana tjetër janë duke shkaktuar disa dëme në zhvillimin emocional dhe psikologjik të fëmijëve në mënyrë të pavetëdijshme, sepse asnjë fëmijë, asnjë prind nuk e bën këtë në mënyrë të vetëdijshme. Pa diskutim. Dhe është më mirë ndonjëherë që t'i siguroj më pak të mira materiale, por ama t'i japim një siguri emocionale. Të rrisim, fëmijët janë ardhmja jonë. Të rrisim fëmijë të shëndetshëm që të kthehen në një të ardhme në të rritur, funksional dhe të dobishëm për shoqërinë tonë. Po ndoshta edhe prindi ka frikrat e veta dhe mendon që edhe mund të gjykohet nga fëmia për gjërat që nuk ka arritur dot t'i sigurojë, që ndoshta prindrit e tij nuk e kanë siguruar dot. Janë këto traumat që marrin me vete prindrit pastaj. Ndodh, prandaj është ajo që ne duhet të bëjmë atë thyrje, ne si të rritur, në momentin që bëhemi prindër, duhet të bëjmë atë thyrje në traumave. Unë mendoj që kemi boll informacione në ditët e sotme dhe mos të përsëriten ndoshta gabimet të shkuarës se në një farë mënyre ne jemi rritur duke luajtur. Ti the që merrnim atë bukën me vete, ishim në lagje duke luajtur. Shijonte vërtet shumë. Dhe ndërsa në ditët e sotme çfarë po shohim? Unë shoh çdo ditë, do të thënë mjafton të dalim poshtë kafja, poshtë pallatit dhe ne shohim ato fëmijët me telefonin në tavolinë me telefonin në tavolinë dhe shohim një prind i cili po mundohet thjesht ja marrë dhe është ajo e bërtitura standarde. Ose shikojmë edhe një prind që është vetëm në telefon gjatë gjithë kësaj kohe dhe kjo mua më duhet më e trisht akoma. E di çfarë më duket më e trisht, më duket po e lidh me këtë që ti sapo the, është prindi që qëndron në telefon dhe shpesh herë ti shikon fëmijë që mundohen të tërheqin vëmendjen. Dhe i ke prindrit që thon, jo tani. Merre, shiko, aty diçka në telefon dhe kjo është më nga diku tjetër. Tani se mua nuk më rrihet, nuk është se dua ta nxjerr keq teknologjinë, se s'ka nevojë, po që sa herë vjen puna tek teknologjia dhe tek inteligjenca artificiale dhe rrjetet sociale, unë bëhem pak i ndjeshëm këtu dhe aq më tepër kur tani po flasim për një moshë delikate siç është fëmijëria. Nga ana biologjike, truri një fëmije 8 ose 10 vjeç a përballon gjithë të informacion që merr gjatë gjithë ditës deri në fund të ditës sepse ke atje duke luajtur, duke parë informacione të ndryshme, video që s'kan pik interesi. Dëgjoj, këtë do ta kap më pak më shkencërisht. Do të thonë neuroshkenca është shumë e qartë.
Korteksi prefrontal, që është përgjegjës pikërisht për gjykimin, për reagimin dhe impulseve, për filtrimin e informacionit, nuk është i zhvilluar plotësisht deri në moshën 20-25 vjeç. Okej. Pra ne kemi një fëmijë, ti më morë shembullin një grup fëmijësh 8 deri në 10 vjeç, të cilët po e marrin pjesërisht këtë informacion, por nuk janë në gjendje të bëjnë filtrimin e informacionit, përpunimin e këtij informacionit, kontekstualizimin e këtij informacionit si një i rritur. Pra nëse do themi po informacioni merret, ama po zhvillohet në mënyrë funksionale, jo. Është e pamundur, nuk e kanë aftësinë ta zhvillojnë në mënyrë funksionale këtë informacion. E marrin shablon informacionin. Po kjo mbi ngarkesa e fëmijëve me kurse edhe aktivitete gjatë gjithë ditës është një lodhje e shtuar. Dëgjoj, edhe fakti që fëmijët sot mos ja vendosin vetëm ekrane, edhe kjo mbi ngarkesa, nga mëngjesi deri në darkë, fëmijë që nga ora 8 e mëngjesi deri në 8 të darkës i sheh rrugëve, ma lejoni termin kur them rrugëve, jashtë ambienteve të shtëpisë, larg prindërve, çfarë do marrë, kush do i mësoj? Normalisht që ndikon. Do me thënë ti po thua unë e kam çuar në një kurs që fëmia im të mësoj një gjuhë të huaj, fëmia im të di të këndoj, të kërcej, ose varet se çfarë kursi ata zgjedhin të shkojnë, por kush po ta arrit fëmijën? Kush është për të në momentin që ai fëmijë mund të ketë një problem? Kujt duhet i drejtohesh? Ti nuk po i jep mundësinë fëmijës tënd dhe rehatin fëmijës tënd që të shprehet me ty, sepse figura jote prindërore për të është vetëm në darkë, të shikon po është mami, dha ushqimin përpara ose është babi, dhe po e çon në krevat, po e përkëdhel përpara gjumit, po. Kledina, unë mendoj diçka tjetër, po jap kështu, po futem tek pjesa ime personale, që në vend që të evoluojmë duket sikur po kthehemi pas në kohë. Do të thënë tek brezi i gjyshave tona, ose stërgjyshave tona që martoheshin të vogla, edhe nuk e di pse ka një dëshirë shumë të madhe tek brezi i ri, bashkë me konfirmimin e prindërve që të futen në raporte intime shumë herët. Sepse ndoshta ky është trendi i momentit. Kjo është qasja perëndimore. Nuk duam të dukemi të pravambetur. Dhe bashkë me konfirmimin e prindërve? Mendoj që po, sepse prindi thotë më mirë ti jem në dieni edhe ta di se çfarë po bën fëmia im, që ka një shok apo ka një shoqe. Nuk e dim pastaj sa herë të futen në marrëdhënie intime. E qartë. Po që mund të jenë të lidhur edhe të kenë një shok apo një shoqe, kjo gjë po ndodh. Dhe mua më duket si kthim pas në kohë. Pa diskutim. E mendoj shpesh edhe unë këtë. Do me thënë, ne dalim në ditët e sotme dhe ky nuk është emancipim. Pa diskutim. Po e marrim të keqen perëndimit, them unë gjithmonë. Dhe në ditët e sotme ne dalim nëpër protesta, ngrejmë zërin për raste kur martohet 16 vjeç, 15 vjeç me miratimin e prindërve ose edhe pa miratimin e prindërve, dhe në fund të ditës ne vetë po zgjedhim të gjë. Do me thënë, ne i themi po të keqen mami, ti mund të dalësh, dil me shokun tënd. Po ndërkohë kam përshtypjen është edhe ajo frika që nëse ja ndaloj në mënyrë kategorike dhe bëj fshehurazi dhe do gaboj akoma më shumë. Dhe unë nuk do jem në dieni. Unë mendoj po t'i japësh, ta trajtosh fëmijën e vërtet në mënyrë shoqërore, pra që të jesh shoku shoqja e tij më i ngushtë, që t'i japësh rahatin, sidomos po flasim për një adoleshencë, preadoleshencë, që dihet të gjithë e kemi kaluar, si kemi qenë, domethënë jepi atë rahatin që të flasi, të komunikoj, shpjegoja dhe tregoja ku qëndron e mira dhe ku qëndron e gabuar. Do kem plot kohë për ta përjetuar atë dashuri. Për të përjetuar çdo gjë që në jetë në kohën e vet, si thua, në moshën kur duhet, siç kemi bërë. Shumë durim, shumë përqendrim, shumë dëshirë dhe kohë nga prindi për të kaluar me fëmijën. Më duket se më vjen keq. Më duket. Po mirë, ti me këtë teori jam dhe unë që vetë gjove, pikërisht me vetë dije më të plot. Po, Franci thotë gjeje kohën. Bëje kohën. Dina, kanë të lehtë prindrit sot të gjejnë kohën për të qenë aty për fëmijët e tyre? Nuk e kanë të lehtë, është ajo që të thash paraprakisht, sepse ata duan që t'i sigurojnë sa më shumë të mirat që atyre ndoshta i kanë munguar në fëmijërinë e tyre. Dhe është ajo që si ta thash, nuk është se ata po ecin me idenë për të dëmtuar fëmijën e tyre. Por kanë zgjedhur rrugën e gabuar. Kanë zgjedhur mendoj rrugën e gabuar. Gjën e gabuar për t'i plotësuar. Janë dy partner në shumicën e raste, nuk po flasim për raste kur mund të ketë ndodhur një fatkeqësi ose njëri nga ose në këto të rejat që kanë nga 3-4 prindër ose edhe nga këto ndodh me patjetër ose më shikon atë. Por ideja është kur jeni partner, jeni njëri nga të dy, le të themi, nuk është nevoja
ta mbingarkoj veten me orare të stërzjatura në punë. Për mua idealja do ishte që prindrit të kalonin kohë kualitative me fëmijët e tyre. Dhe kur them kohë kualitative, është gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë javës, jo vetëm një ditë në fundjavë ose mbi ngarkesa me kurse, aktivitete. Kurse, do me thënë, nuk është nevoja, mendoj. Mjafton të bëjmë njërin nga të dy, po themi të bëj një punë dhe mendoj që Kledina. Kam dalë. përshtypjen nënat janë një çik më shumë të dedikuara dhe më të përfshira në këtë aspekt. Dëgjoj, jo gjithmonë, Jo. varet se pastaj unë them këtë, varet se çfarë ti vendos prioritet të jetës tënde. Shumë njerëz vendosin karrierën prioritet të jetës së tyre. Po kjo është gabimi më i madh që ti mund të bësh, sepse nëse ti humb fëmijën tënd, ne si shoqëri po humbim një fëmijë të së ardhmes. Ai fëmia në të ardhmen do jetë pjesë e kësaj shoqërie. Çfarë do bëhet ai fëmijë në të ardhmen? Kush do jetë? Dhe ardhmja po duket sikur do jetë akoma dhe më shumë individualiste dhe egoiste, sepse dikur edhe me lojën që përmendin Ada, kjo loja në komunitet na krijonte miqësi që mund të zgjasnin ndër vitet. Tashmë fëmijët nuk kanë një javë një shoqe që e njohën papritur, javën tjetër një tjetër, javën tjetër një tjetër dhe marrëdhëniet afatgjata duket sikur nuk do ekzistojnë më. Nuk do ekzistojnë. Dëgjoj, ndonjëherë di çfarë mendoj edhe profesionet e mirëfillta po humbasin. Jo vetëm funksionimi në mënyrë të shëndetshme si individ në shoqëri të së ardhmes që po vendoset realisht në krizë, por që edhe profesionet e mirëfillta po humbasin, se çfarë na bëjnë këto rrjetet sociale. Po ti pyesësh fëmijët sot çfarë do të bësh, unë dua të bëhem blogger, unë Po, dua të ke bëhem dhe fëmijë që janë influencer. influencer. Edhe sigurojnë para për familjen e tyre, duke bërë video pafund edhe nëpër biznese. Çuni im punoj që i vogël thotë ai, e nxjerr vet Ja, lekun. unë do thoya është çuni e tim po e gabuar shfrytëzoj kjo që të vogël. Dëgjoj. Nëse të gjithë fëmijët do bëhen blogger, influencer të së ardhmes, ku do i kemi mësuesit? Ku do jenë Ku do jenë doktorët? doktorët? Do t'i marrim nga Ku do jenë Filipinat. hidraulikët, Nga elektricistët? Afganistan. Unë në përditshmërinë mund të them që në një klasë paradite në shkollë ku jam, në një klasë ku janë 35 nxënës, ndër ato 35 nxënës mund të jenë 5 të cilët mendojnë për profesione të mirëfillta Që kanë dhe një dëshirojnë dëshirë. të Vetëm 5? Dhe çfarë duan të bëhen? të thash Mjek, për shembull, Shumica? pjesa tjetër. Pjesa tjetër, po. Të thash, duan të bëhen blogger, Të famshëm. influencer, të famshëm, duhet të është ky trendi i popularitetit, i like-eve, kush ka më shumë like është më i pëlqyer në publik, ai është më i ndjekur i unë si ai duhet të bëhet. Edhe fëmijët Hi e bëjnë për guys, like, ne po po. shfillojnë edhe. Okej. Po sepse ai është shembulli që Kledina, shikojmë për ditë. Suksese. Tani kam edhe kam një pyetje që në fakt është shumë personale dhe shumë e ndjeshme për mua sepse ka të bëjë me librin dhe me letërsinë. Si ka mundësi që fëmijët sot nuk si thua nuk ju hapet ajo rruga e letërsisë që kur janë në moshën kur mund ta përqafojnë për të mos e harruar gjithë jetën librin. Pra, kur je në një moshë delikate siç është fëmiria, më përpara përqafon një telefon ose një laptop ose këto mjete teknologjike, sesa në fakt siç duhet të ndodh, duhet të jetë libri i pari që të jetë në dorën tënde për të shoqëruar pastaj gjatë gjithë jetës. Të paktën kjo ka ndodhur me mua dhe me një pjesë të mirë të brezit tim që e kemi dashur letërsinë që të vegjël edhe nuk na ka braktisur asnjëherë as ne atë. Vazhdon ndodh. E kemi Po dashur jo në më mas. shumë shkollën, le të themi, po edhe Po, por letërsinë, librin si ajo pastaj vjen në familje, Franc. Nëse ti ke prindër që rrin gjithkohës në telefon dhe s'kan një ti Nuk e- të ke nuk shtëpi, e s'kan them një pra. bibliotekë, s'kan një patjetër, palestër. Po Dëgjoj, është për të ti kape një temë, një pikë të kësaj teme shumë interesante. Është shumë e vërtetë që shembulli merret nga familja dhe nëse ti e shikon prindin tënd në telefon, nga do e marrësh shembullin për të lexuar. Por e di si është ideja UNESCO nxori në mbrojtje shkrimin e dorës, sepse po zëvendësohet me shkrimin digjital. UNESCO të dua. Nuk din Të dua shkruajnë, shumë nuk UNESCO. të vërtet. Jo vetëm që nuk din të Patjetër. shkruajnë, po dhe nuk din të lexojnë Po. më. Dhe kush ka kohë për të lexuar Kledina. nuk është më Ja, Dërgoj një da. voice aty edhe mbaron. Nuk kam kohë, koha ato bëhet. provimi Je shumë Dëgjoj, demode, Ato pra. provimi në shkollë se Po, po. bën me voice. Jo, e di si është ideja, ne me duart tona, po mbledhim dhe po shkojmë drejt një ignorancë kolektive. Analfabetizëm. Analfabetizëm funksional, të mirëfillt. Është bërë një film, nëse keni parë që vendosin të ngrihen dy njerëz të cilët kishin një inteligjencë
normale. Mesatare. Po, dhe mesatare shumë të, jo, domethënë në përditshmërinë tonë dy njerëz të shkolluar që kanë njohuri bazike, njohuri të përgjithshme lidhur me tema të ndryshme dhe ndodh që t'i bëjmë friz për 100 vite nëse nuk gaboj. Ndodh një keq funksionimi i aparaturave dhe ndodh që shkojnë shumë vite dhe ai filmi për mua ka më së miri realitetin drejt të cilit ne jemi drejtuar. Do me thënë, ato zgjohen dhe thjesht ndodhen në një ambient ku ai informacioni tyre ato ishin gjeni. Po. Ato ishin gjeni për kohën, sepse nuk dinin njerëzit më sa bën 1+1, 2+2. Mjekësia ishte degraduar. Do me thënë makina e kohës na pas ka çuar shumë larg. Ai film ishte, por kur e kam parë këtë kam menduar dhe më ka ardhur si keq. Apo shkojmë realisht drejt kësaj gjëja, apo shkojmë drejt analfabetizmit. Po përderisa edhe fëmijët sot kur ju pyet edhe për profesione përveç asaj të blogerëve dhe të influencerëve duan shumë që të bëhen njerëz që merren me teknologjinë, të bëhen IT sepse kjo të sjellë mjafton ta zotrojnë se duan të jenë profesionistë në punën e tyre, patjetër që po. Nëse një fëmijë do kishte ëndër të bëhet si Bill Gatesi. Pse jo? Është model i madh. Shkenca po ecën shumë, çdo ditë po zbulohen gjëra të reja dhe nëse një fëmijë do kishte ëndër, do kishte dëshirën, do kishte kapacitetet për të marrë me teknologjinë, me IT-n, me programimin që në moshë fare të re, për mua është për të duar trokitur. Patjetër. Modelet që janë sot për fëmijët janë modele Big Brother, kështu që mund të kesh edhe fëmijë që duan të futen në Big Brother kur të rriten. Për t'ju rikthyer temës edhe ndoshta edhe për ta mbyllur me këtë, çfarë mendon për këtë qasjen që ndoshta është thjesht një fazë? Nuk mendoj që është thjesht një fazë. Nuk mendoj që është një fazë për arsye sepse zhvillimi kognitiv i fëmijës ndodh me faza. Kjo mbi ngarkesa e ekspozimit, informacioni që ato marrin, informacion pa filtra, vendosja më herët në botën e të rriturve i bën ata që këtë fazën e zhvillimit mos ta tejkalojnë ashtu siç duhet, sepse mbi ngarkesa dhe mos përpunimi i informacionit ashtu si duhet mund sjell shumë boshllëqe te ta. Sjell shumë boshllëqe, e di çfarë në psikologji thuhet që çdo fazë e zhvillimit shoqërohet nga një krizë psikologjike e cila kalon në mënyrë të natyrshme dhe kjo bën shumë sens si fjali edhe në edhe po ta dëgjosh në që do të thotë si do të jetë ardhmja e këtyre fëmijëve në aspektin psikologjik. Në aspektin psikologjik këtë dua të them, nëse ne po i heqim kohën, kur them heqim kohën dhe ne këto fëmijë po i detyrojmë në thonjza të rriten përpara kohe, ne nuk po i japim mundësi që këtë krizë psikologjike ata ta kalojnë në mënyrë të natyrshme. Pra ajo të kalojë vetë ashtu siç duhet të kalojë në mënyrë të shëndetshme. Dhe sjellim shumë boshllëqe në identitet. Mund të sjellim realisht shumë boshllëqe në identitet, konfuzion. Kjo mund të pasojë me depresion, pastaj mund të kemi një brez depresiv. Dhe një këshill të fundit për ata prindër që ndoshta dihen të pasigurt në rritjen e fëmijëve të tyre me gjithë këto problematika që ne përmendëm. Unë do i këshilloja të kalonin më shumë kohë me fëmijën e tyre, të kalonin kohë kualitative. Mos të arrisin fëmijën të tjerë. Ti e di që duhet të arrisësh fëmijën tënd. Të gjithë do bëjmë gabime në gjatë rritjes së fëmijëve, po ideja është që këto gabime që ne do bëjmë për rritjen e tyre mos të ndikojnë negativisht në zhvillimin e tij. Ka qenë batut filmi kjo? Ta rrisi lagja? Ajo është për Sandrin, është tjetër gjë. Ajo megjithatë e morëm këtë këshillën, duhet bëjmë fëmijë njerëz që të rrisin. Vetëm ja këshill që nuk ka bën kurrë. Faleminderit shumë Kledina. Kledina shumë faleminderit. Faleminderit ju shumë. Gjithmonë e mirëpritur në Zjo po deshe. Ditë të mbarë sot. Gjithashtu dhe ju. Ne vazhdojmë po. Do dëgjojmë edhe një këngë? Do vazhdojmë me një këngë, po unë me Nadën do vazhdojmë të rrim edhe pak. Për të harruar çdo gjë. Pranë dy, pranë. Mirëmëngjes edhe njerëz. Mirëmëngjes. Më pyetët fare për orën, sa është ora? E thash një herë shpar, po sa është ora? Prit një sekondë. Nada sa është 47 minuta. Shikoj në studio. Nesër do e bësh pushim, s'do e thuash orën asnjë moment. Pse? Po kështu e vendosa unë tani. Okej, mirë. Hajde. U vendos. E vendosim Mikaela. Është që unë ju dëgjoj dhe ju respektoj. Nesër se dëgjoni orën. Jemi në studio me Kristiana Çele nga stacioni i librarisë. Flasim tani për librat në rubrikën tonë të përenjshme, si thuhet. Shumë e bukur. Bravo Nada. Bravo. Fitove pikë te pedagog Franc Shabei në këtë. Stacioni i librarisë është një stacion i preferuar për të gjithë dashamirësit e librit, edhe sot Kristiana ka ardhur në studio. Unë të falenderoj që na u bashkove.
për të dhënë sugjerimet e tua për tituj që ti i do, edhe do doje që edhe dëgjuesit e Radio Travel, po edhe të Premium Channel, ti njinin edhe pse jo të ndani mendime për këto libra, siç është Franci që mezi po pret tani. Mezi po pret Kristiana Franci është kështu gati për sulm. Ti ka një libër të preferuar. Nesi që të kemi. Vetëm të lutem pak më afër mikrofonit sepse duhet të dëgjohemi. Para se të njihemi me tituj, do doja shumë të bënim një prezantim të stacionit të librarisë për ata që e dëgjojmë për herë të parë. Po, stacioni i librarisë e kam hapur mbasi u bëra mami për herë të parë, edhe duke qenë se lexoja shumë, kisha nevojë këtë postpartumin ta kaloja i çik ndryshe, edhe të ndihesha me vlerë, se nënat kur bëhen nëna për herë të parë fillojnë edhe humbasin çik veten, edhe në fakt hapa faqen për të sugjeruar libra, edhe kështu rrugës pastaj u kthye edhe në një formë biznesi normalisht sepse unë edhe shes libra. E kishe fokusin për të lexuar libra edhe pse në postpartum? Po, ka qenë shpëtimi im, domethënë sa herë kisha vajzën që flinte gjumë, se kam qenë zakonisht vetëm në rritjen e saj, e shfrytëzoja për të lexuar diçka, për të shkëputur nga i realiteti im që Se shumë shumë ditët e para më duket kështu. Shumë i përdorin dhe fëmijët si justifikim kur vjen puna për të bërë diçka të tillë. Më na Ada, sa të rrojmë do mësojmë. Shikon Kristiana është një shembull në fakt për këtë gjë. Tani përpara se sa të fillojmë të flasim për letërsi dhe letërsi super të mirë. Kristiana, sepse shikoj Orhan Pamukun tim aty. Sigleta nuk e harroj pa merak për librin e keni. Franci kuptosh diçka që asnjë diskutim në këtë studio nuk vazhdon pa dëgjuar Franci Sigla. Po patjetër. Kemi kështu taksative. Ashtu më tepër për një rubrikë kaq të dashur. Tensionon çik edhe ne që vim këtu. Ashtu më tepër për një rubrikë kaq të dashur për mua siç është letërsia. Mire, nisim me sugjerimet e tua, Kristiana. Shikoj Orhan Pamukun atje, unë jam me kuqja. Tani kam zgjedhur, se unë zakonisht kam disa libra kështu të preferuar, po nga që i them shpesh ato dhe kam zgjedhur disa libra të tjerë që po ashtu i kam shumë. Do flasim edhe pra janë të për dytët në listën e të preferuar. Edhe për shkrimtarët e tu të preferuar do flasim patjetër, por tani kam zgjedhur 3 që i kam këtu dhe 2 që i kam në mendje, se kisha gjendje. Një do sugjeroj të fundit që sapo e kam mbyllur, që ka qenë 40 rregullat e dashurisë. Elif Shafak. Që me këta turqit shumë që është një roman në fakt shumë i lehtë, edhe në këtë rast ja vlen që të sugjerohet, duke qenë se njerëzit nuk është se kanë fokusin shumë të madh dhe ju mbet shpesh. Elif Shafak, të paktën 40 rregullat e dashurisë, është një nga ato libra që rrjedh shumë kollaj, edhe mbi të gjitha ka një energji shumë pozitive, them unë. Me që njerëzit kanë haruar të dashurojnë kohët e sotshme. Po mbi të gjitha e kthen gjithë fokusin te dashuria për veten, edhe ka dhe një kështu retrospektiv tek historia e Rumit, që është poeti më i madh i gjitha kohërave. Edhe ishte një roman që më thënë drejtë më ka ngrohur zemrën, thjesht përforcoj ato bindjet e mia mbi dashurinë dhe mbi se si njerëzit duhet të kenë marrëdhënie me njëri tjetrin. Libri i dytë, them kështu shpejt apo do e marr ju? Ta marrim ka problem. Atë ku do ti që të ndalesh më gjatë sepse ke shumë për të thënë si të duash ti. Është okay. Libri i dytë që do thoja është Në lindjet e Edenit. John Steinbeck. Fantastik. Është edhe ai nobelist. Një libër i cili gjithë boshti i romanit rrotullohet rreth një fjale hebraisht që është ti mshel, ti mundesh, jo ti duhet, siç funksionon kudo tani që ne na thon se si duhet sillemi, si duhet jemi. Një libër që merr Zanafillën e Keni dhe Abelit, po e kthen në Kaliforni. Fantastik, një shkrim jashtëzakonshëm, për mua ka qenë libër ngjethës. Steinbeck në fakt është pak i njohur këtu në Shqipëri, unë sfundmi kam lexuar Njerëz dhe minj të tij. Një super vepër që nuk ka botime dhe nuk po e gjej më, për fat mirë kishte një shoqja ime dhe është një vepër për tu lexuar bashkë me Vilet e zemërimit që ai ka dhe një është autor që është nobelist patjetër. Po Në lindjet e Edenit është on top. Si ishte motoja? Ti mundesh ose ti mshel? Ti mshel. Ti mundesh. Mundesh më zotrim, mundesh. Ky është një nga ato libra që duhet lexuar me patjetër nga të rinj. Për mua po. Po e kam sugjeruar shumë dhe e kanë pëlqyer. Është pak i madh dhe do pak vëmendje, po sapo të futesh në ngjarje pastaj më është voluminoz. Po. Orhan Pamukun. Orhan Pamukun e Franci. E Franci, lutem. Është ekskluziv i Francit. Unë jam e kuqja. Çuditërisht këtë libër në fakt ju kam rekomanduar disa mikeshave të mia apo njerëzve dhe e kanë lënë përgjys si libër.
Ndoshta sepse tregohet nga 40 perspektiva të ndryshme, edhe ndoshta kjo e bën pak lodhshëm për lexuesin. Është stili Por stili i Pamukut se i Orhan Pamukut Pamukut, që në fakt mishërohen të gjitha cilësitë artistike dhe letrare të Pamukut te kjo vepër që i solli dhe çmimin Nobel në 2006-ën. Një nga librat e mi të preferuar, jo vetëm nga Pamuk, por në përgjithësi të letërsisë, sepse është çdo gjë që unë dua nga një letërsi e mirë e ka ky libër. Ka thrillerin, ka personazhin, kulturologjin patjetër, historinë shumë. Lindja dhe perëndimi është tema universale që një shkrimtar si Pamuk në kapërcyellin gjeopolitik të Europës dhe Azisë, siç është Turqia, vetëm ai mund ta bënte dhe mund ta sillte në formën më të mirë të mundshme, siç është ky libër. Po e shijon Kristiana këtë libër shumë ti? Këtë e kam mbaruar. A, ke mbaruar, se mendova se po e lexoj ndërkohë. Jo, ka shumë kohë që e kam lexuar si libër. Është një sugjerim kështu. Ka edhe një dedikim këtu, diku në 2014 ne kemi marrë si libër. Po i lexoj më mirë se shumë personale kjo. Për të gjithë ata që nuk e njohin Orhan Pamukun, mund ta nisin, e njohin tani. E njohin tani atë do thoja. Atë do thoja. Shpër dhe seriali. Po. Që unë s'do ta shikoj. Serialet. Jo shikoje se ishte Ja, s'kam nevojë ta shikoj. Mund të zgjedhim një pasazh nga libri për ta lexuar? Se kam përshtypjen që ka. Unë e mbaj mend, ta lexoj unë apo ta lexoj Kristian? Kristiana më mirë, me qenë se unë e mbaj mend fillimin është një njeri në fund të pusit, kështu nis filmi, librin fal. Tani unë jam i vdekur. Një kufom që dërgjet në fundin e një pusi. Ka kaluar shumë kohë që nga dita kur dha shpirt dhe zemra më ndali së rrauri. Por askush, përveç vrasësit tim, të poshtër, nuk i di ato që kam hequr. Ndërsa ai maskaraj i pa fytyrë për të siguruar nëse kisha vdekur ose jo, më përgjoi frymarrjen. Më mati pulsin dhe pasi më goditi me shkel në fyt, vazhdon shumë, shikosa shumë gjes. Orhan Pamuk Orhan Pamuk se një çok se vi orum. Tani më që ai është një ndër librat e tu të preferuar. Libri jot i preferuar apo që mund të ketë ndryshuar mënyrën e të menduarit. Cili është? Shikon, për mua nuk ka libër, qoftë ndoshta librat më të gjykuar, nuk e di, qoftë Aleksandr Pushkini me ditarin e tij që duket kështu thua o ç'është ky libër apo nuk e di. Nuk mendoj që ka libër që ty nuk të ndryshon diçka. Qoftë edhe një gjë të vogël, qoftë edhe një mendim, të gjithë nga pak ty të bën diçka tek ty. Po them janë lindjet e Edeni që përmenda, unë jam e kuqa. Ka shumë libra që mund të kujtoj, po më kujtohet për shembull një nga ato romancat e para që mund të kem lexuar 3 metra sopra il cielo? Po, që nuk është të ndryshon, po diçka te ty lëviz, ti je një vajzë, ti je një vajzë e vogël, po edhe kështu që të gjithë lën diçka tek ty. Po mirë, mund ta ndash me ne këtë pjesën, ngacmimet që të kanë dhënë këta 3 tituj? Shikoj, të them edhe pak për të sugjeroj vetëm edhe pak Mitrush Kutelin se kam shumë të rëndësishme tregimet motshme shqiptare për të rikthyer vëmendjen tek sa mirë që e ke sjell të libër në zgjo po deshe Kristian. Tek legjendat, tek në klasë të 5-të. Besa shqiptare. Kam rifilluar të lexoj vetë edhe një herë për të kuptuar edhe një herë pse ne jemi si popull edhe për të parë të gjitha vlerat pozitive që ne në fakt si popull i kemi dhe i harrojmë shumë shpesh. Duhet një bibliotekë e tërë për të kuptuar pse ne jemi si jemi. Mitrush Kuteli në fakt është një nga ata shkrimtarë shumë të dashur, jo vetëm për ne që e kemi andi nga zona, nga Pogradeci, por për të gjithë brezin që është rritur me letërsinë e tij, sepse duhet thënë që e kishim edhe në fillore dhe në 9 vjeçare, kemi pasur pjesë të kurrikulumit tonë mësimor. Por veçanërisht për fëmijët, meqense ne pak më përpara po flisnim për fëmijët, veçanërisht ata duhet ta lexojnë sepse është një libër i mbushur me tregime shumë të bukura. Tani ndoshta në momentin kur e merr si libër, nuk e ke atë formimin e dur për ta kuptuar. Pra e sheh më shumë si detyrë sesa të kesh një lloj dashurie për ta kuptuar librin. Prandaj është kur je në moshë madhore. Po, sot në këtë libër ti shumë vlera që ndoshta mes nesh si shqiptar edhe si kom kanë humbur, po të paktën janë të dokumentuara. Vështirë se mund të rikthehen, mendoj unë. Jo, janë aty diku të përgjumura. Në ADN ton, po, shumë e vërtet. Mendoj që çash në ADN ton, thjesht duhet ajo shkëndia e dur për ta rindezur, shpresoj, dëshiroj. Po mirë, pse mendon Kristiana që nuk po rindizet ajo shkëndia, për sa kohë kemi patur shkrimtar, luftëtar, njerëz që e kanë krijuar Shqipërinë fundja, e sollën deri në këtë pikë, e ngritën si shtet, njerëz të besës, të traditës, dhe sot është totalisht e kundërta, njerëz të fjetur. Kjo duhen
besoj analizë për Me ta gjithë për duhet ta para bërë me diskutojmë të gjithë sezonin. Trashëgimi kulturore që Ideja kemi është, ne. mendoj që është fenomen global, nuk është vetëm këtu te ne, që diçka ka ndryshuar në gjithë energjinë e gjithë planetit tonë se si funksionojnë gjërat. Rrjetet sociale, postkomunizmi, demokracia që erdhi e menjëhershme te ne, hapja që u bë, domethënë të gjitha këto kanë pasur një ndikim në subkonsciencën, psikozën e secilit prej ne. Kështu që unë shpresoj dhe mendoj që do ketë një domethënë përmbysje, po, për të pasur një rifillim. E ka thënë Faikonica i madh në fakt që aq lehtë kujtoni se ëndrat e kafeneve bëhen realitet. Kështu që duhet edhe punë për mendimin tim. Sot ka një brez kështu të çuditshëm që të përgjumur, po. Mirë, ne qëndrojmë te letërsia, patjetër. Nga vendet me numrin më të madh të kafeneve në Europë. Qëndrojmë te letërsia e mirë që meqense sugjerove tregime të moshme shqiptare, autorë të tjerë shqiptar që na duan në këtë momente për t'i lexuar. Patjetër Dritëroj, Ismail Kadare, po them të përmend vetë ndonjë emër kështu të ri. Patjetër. Mos u kufizon fare. Genta Hodo, një shkrimtare e re, po, që është me libër me poezi, botimi i fundit i më përpara i fundit është një roman, thriller psikologjik, kë kemi shqiptar se ka shumë të rinj që janë. Liridon Mulaj që në fakt është miku im dhe është një shkrimtar i brezit të ri, shumë premtues. Ai tashmë është asiri sepse ka bërë disa botime dhe Lea Ypi. Lea Ypi patjetër. Por edhe një brez shkrimtar si Teodor Keko i madh, i pa përsëritshëm ndonjëherë, i cili Migjeni patjetër. Okej, dhe brezi, po. Brezi se lexova brezin aty. Se me temën që po diskutonit më duk se u dëgjova pak, Brezi ka qenë bestseller po në 2024 ka fituar çmime shumë si libër, edhe flet pikërisht se si rrjetet sociale si ju e prekën në fund kanë shkatruar fëmijërinë edhe fëmijët tanë. Brezi i ankthit. Në fakt është një studim më shumë se sa është një studim që i bëhet, si thua, kësaj sindromës anktioze që po përjetojnë njerëzit sot. Fëmijëve të lindur mbas 95-s. Brezi Z. Brezi Z. Një koment tjetër për këtë libër? Mendoj që është shumë e rëndësishme për ta lexuar sidomos prindrit, për të kuptuar ndikimin e madh që po ju bëjnë rrjetet sociale, këtë ankthin që është shtuar kolektiv, këtë perfeksionizmin që po përpiqen rrjetet sociale ta pompojnë kaq shumë, edhe se sa shumë ka ndikuar në psikozën jo vetëm të fëmijëve, por mendoj edhe të ne që jemi më të rritur. Kristiana, ti vetë shkruan? Fatkeqësisht jo. Jo, por besoj se si të gjithë e ke pasur edhe ti një moment. Po nuk shkruaj, po. E qartë e kuptoj. Mund të ndodhi së shpejti, pse jo? Po, nëse ndodhi. Je nga ata njerëz që jo. Mua një forcë e madhe. Nuk i bie. E rrethuar me letërsi gjithmonë është e pashmangshme që ti të mos marrësh stilolat si një ditë. Po ndoshta ata që vlerësojnë realisht letërsinë janë po të njëjtët që nuk guxojnë të shkruajnë sepse mendojnë se letërsia duhet bërë me vlerë para emrave të mëdhenj. Ke shumë të drejtë. Një ditë shkruan. E drejtë edhe kjo. Po ti nuk di të shkruaj. Kristiana ti ke bërë diçka tjetër që e ke ndërthurur librin me teknologjinë. Domethënë ke gjetur formën për të qenë aty për njerëzit edhe për t'i ngacmuar edhe për t'i rikujtuar që është shumë e rëndësishme të jemi afër librit edhe të lexojmë. E ke nisur me hapa të vegjël. Fillimisht me video ku ti tregoje për librat e fundit që kishe lexuar. Sot ka përmasa shumë të mëdha dhe njerëzit marrin sugjerime nga ty, po mund të porosisin edhe libra aty. Ideja është këtu që ti duhet gjesh forma se si ta bësh këtë gjë të funksionojë para. E dyta, teknologjia është e pashmangshme tani dhe ne duhet thjesht të mësohemi se si ta përdorim për të mirën tonë, si thua. Kështu që kështu nisim, fillim hidhja thjesht librat pa dal vetë se kam pas gjithmonë këtë problemin edhe kompleksin. Kishe faktur. Po, edhe videot e para qesh kur i shikoj se janë s'është ai emocioni, edhe plus që ti nuk ke një bashkëbisedim, se është ndryshe kur ke një njerëz përballë dhe po ja rekomandon librin, dhe është ndryshe kur vë telefonin dhe shikon veten tënde. Po gjithsesi je trajnuar edhe për këtë. Nisi kështu, thjesht e bëra herën e parë, herën e dytë, herën e tretë dhe pastaj filloi të merrte siç po thua edhe ti, u përhap pak më shumë si faqe. Shpresoj të përhapet edhe më shumë. Unë e them shumë shpesh që leximi është hobi, nuk dua kur jam aty nuk dua të bëj as moral, as të shes mend, as t'ju them njerëzve që shikoj duhet lexoni patjetër, leximi është duhet edhe të buroj nga brenda si çdo hobi tjetër. Jo të gjithë mund të lexojnë dhe jo të gjithë kanë dëshirë të lexojnë. E rëndësishme është që për ata njerëz që mund të kenë një farë prirje ose një dëshirë për të lexuar, ta heqin pak fokusin nga gjërat e tjera, kur kanë ata hapësirën e vogël për të lexuar, ta shfrytëzojnë për veten e tyre, sepse do ju bëj shumë mirë për mendjen. Si ruan ti marrëdhënien me ndjekësit e tu, të bëjnë ata pyetje, komunikojnë? Unë jam shumë e lidhur, ndonjëherë mendoj që jam më shumë se ç'duhet, se lodha. Ndonjëherë mërzitem se kam krijuar shumë marrëdhënie, domethënë më pyesin për çdo gjë.
Ai sa ndonjëri them shiko dhe mund ta googullosh këtë gjë specifike, po për shembull të tipit çfarë është stereotip, e them kot se është fjala e parë që më erdhi. Po googulloje. Nuk ka nevojë të më pyesësh për çdo gjë. Duam gjërat e gatshme dhe përtojmë vetë. Ose ti ja çon librin çfarë përmban dhe të pyesin ca pyetje për shembull Po pse se ka shkruar ndryshe? Ja, po praktikisht Ja u thuash të gjithë librin edhe mos ta lexojmë fare pastaj i bie. Po të mirë, prap. Cili është hapi i radhës për stacionin e librerisë? Çfarë ke ti dëshirë të bësh? Unë kam bësh? dëshirë shumë të madhe që nëse bëhet, do thotë që është e shkruar për të bërë, edhe shpresoj të bëhet. Kam dëshirë të hap një gjë timen. Ideja është që duhet çik madhe. Sepse dua që të ketë një farë impakti, të paktën ideja që kam. Por jam akoma në ato hapat e para. Kur thua gjë të madhe ke fjalën për një librari tënde. Po, për një ambient të madh që ndoshta njerëzit vinë dhe të lexojnë. Kulturor, po, që të jetë një qendër që të jenë edhe artistët e rinj, edhe poetët, edhe aktivitete, të ecë të mbar, dash do të bëhet. Të gjithë jetë një kështu si komunitet i këndshëm, po. Shumë ide e bukur edhe shpresoj që të realizohet Kristiana. Të ndodhi shpejt. Edhe të mirpresim për sugjerime të tjera. Shumë faleminderit që u bashkove sot në Zgjo Podeshe, ditë të mbar, edhe punë të mbar patjetër. Okej, kështu e mbyllim edhe me rubrikën e librit. Lexoni njerëz, është gjëja më e mirë që mund t'i bëni vetes, jo vetëm sot, por në të gjitha kohrat. Nëse s'lexoni libre, lexoni gazetën. Ka humbur kjo kultura dhe do ta bëjmë. Se po harroni si të lexoni. Duhet ta bëjmë edhe në telefon. Po, në fakt duhet ta bëjmë temë ditë këtë raportin e njeriut me shtypin e shkruar, sepse edhe kjo është një zakon që ka humbur. Ne kemi brez që lexonim shumë, edhe në tualet për shembull, merrnim ato shampot edhe lexonim për bërtin nga brapa. Të etur për dije në çdo formë. Rikthehemi pas pak ka muzikë. Kisha me dimondje Franc, mirëmëngjes. Sa është ora Nada sa është ora? U fiksuat me këtë orën, nuk është mirë, bëhet des pastaj. 99 është. 99. Shprehni një dëshirë, Amati. Po jo, shpreh një dëshirë. E shpreha. Bravo. Mikaela, shprehti? E shpreha realizohet. Të njëjtën si Franca apo nuk e di. Franca çfarë dëshire kisha, po do të ta them pas emisionit, nëse e kemi kështu një lloj apo jo. Dua një dëshirë tjetër, ishte dëshira ime. Do të kam shumë dëshirë. Okej. Po edhe dëshirave do t'ja u bësh me hile më. Ne do jemi edhe pak minuta bashkë deri në orën 9:30 në Radio Travel 104.6 dhe Premium Channel dhe tani. Përsërisim pak quizin për ditën e sotme. Gjeje ku cili qytet ka taksi që kushton sa një bilet avioni, që do të thotë shumë e kushtueshme të lëvizësh në këtë qytet me taksi. Do ishte më mirë me biçikletë. Ose në këmbë, ose në këmbë. Mundësit janë Oslo, Londër, Zyri apo Tokyo. 068 40 63 423 dhe në Instagramin e Premium Channel. Dhe në Instagramin e? Franci. Po, edhe të kujtimit. Kujtim ke Instagram? Po, okay. Pra cili qytet ka taksi që kushton sa një bilet avioni, Oslo, Londër, Zyri apo Tokyo. Është një ato vendet që çdo gjë kushton, me thënë të drejtën. Këtu afër nesh. I ka zakon këtu afër nesh. 12 orë larg. Po më kruhej veshit tani dhe harrova që kisha kupje. Nuk ishte ky momenti që do jepnim ndonjë ndihmë të vogël. E kalon për më vonë. Pra është një vend ku çdo gjë kushton. Po të gjithë është një vend që zgjodhi të ishte neutral. E tash është ky vendi, si më thënë. E tha, është më së qartë se kushtueshme janë të gjitha. Do të ca çokoladata nga ky vendi apo djathtë, po tani. Është vendi me alpet më të bukur. Dua iniciali. Me alpet më të bukur. Nuk ishte fare e qartë. Okej. Ku jemi? Po tani qeshëm sa qeshëm, diskutuam dham mend sa s'kishte ku shkonte më. Jemi në Tiranë, po. Jemi në Tiranë dhe erdhi momenti ta ankohemi. Po pse na mërzit me Mikaela? Kalle more hat. Sigla. Se na mërzit e thot dhe ndërkohë po të shikoni në çdo puntat, sa herë ka ankesa këta vetëm qeshin. Vetëm qeshin, kështu mërzitje shpaqi. O duhet marrë jeta me pozitivitet. Mërzitje shpaqi në jetë. Kto qofshin mërzitjet. Ndërkohë, çfarë mërzitje ka ky miku ose kjo mikesha jon? Thot, jetoj vetëm dhe nuk para bëj pazar. Po do t'ishi frigoriferin e hap 7 herë në ditë sikur do më shfaqet ndonjë gjëre. E keni dhe ju këtë fiksimin? Krijon iluzione. Po pra, e ndodhi magji brenda. Mua zakonisht më ndodh në dark kjo gjë. Domethënë, e di shumë mirë, e kam shumë të qartë çfarë ka në frigorifer. Dhe them, nuk po blej gjë rrugës për në shtëpi se nuk më hahet, nuk kam ndonjë neps, jo, jam në rregull me ato çfarë ka në shtëpi. Rinja gjysmore.
shikoj ndonjë gjë në telefon, them, "Ç'a kam frigorifer?" Shkoj Çfarë e hap. frigorifer? Ose është Jo, ai s'më Shiko, pëlqen. janë këto rastet që Pas edhe 10 nëse minuta është ke, prap. edhe nëse s'ke në frigorifer, po e hape duhet dish ti gatuash ato, se nuk haren ashtu të gjalla. është edhe ky problem në vete pastaj. Ose është ai momenti për shembull kur ti nuk je i sigurt nëse frigoriferin e kishe plot dje në darkë apo e kishe para Apo 2 par ditësh vjet. apo e kishe e ke parasysh derisa e hapi me këtë dilemë, ç'a s'kisha ka mbaruar, kjo s'ka mbaruar. Shi, është formë e mirë për të humbur kile, se ke Se një bën- dietë. bën Dieta, rrugën, kjo a? është dieta e frigoriferit. Thjesht mos e mbush. Edhe ha frigoriferit, thot frigorifer po prap ti e bu. Dhe ndërkohë prap thua, ti. fitness is my Ka passion. vetëm një shishe ujë dhe 2 vezë. Po ti sigur fillove palestrën me çun. Ç'a po kështu? Fillon Ja, dikon pra, në vend të frigoriferi. palestrës bën këtë rrugën për te frigoriferi. Smashme. Okej. Mirë, se ne jemi Nuk brezi të ndihmojmë që- dot se për pazar me ty nuk dalim se s'po dalim për Ne jemi veten tonë. brezi që jemi rritur me të gjitha, me frigoriferin plot, gjatë, gjizë, gjallë. Esa ty. Kom se Esa ty. vetëm bulej. Yeah, come on. Kap të mbush. Set kosti. Të ziq. Do e kallim këtë hallin. E kallim hallin. Kalle mendon? hallin. Kalle. Kalle more. Anida. Kalle Si po më shikonte Mikaela, unë zguxoj të them një fjalë, jo më të bëj Do të atë lejoj, ato po- lulet e mia. Do të lejoj pas hallit të dytë. Mirë, në rregull. Se jam, nuk e di sa e mirë që Sa jam, ditë e zot, bukur si mos sot. marsha. Çfarë thot i dyti? Ky i dyti pas ka problemin që e ka shumica e njerëzve. Jetoj në një pallas të ri, thot, po ky ashensori im punon vetëm kur i teket. Ose ngec diku me skatit 3 të 4, ose bën zhurmë sikur po ngrihet ndonjë helikopter. Jo, ore. Juve E si kam e kam keni e- ashensorët e palladit juaj se ai imi është. Të vajisur i kemi, rrëshkast, mirë Vërtet, janë. lum ju, a ka aty ndonjë hyrje të lirë? Tani e di që do më shani pastaj që do them, por unë nuk përdor ashensor edhe po. Çfarë ka ti jeton? Në katë par. Ti është nga ato banorët që thotë unë nuk i paguaj Është- lekë të është ashensorit se unë jam mahnitës, gati më parë. mahnitës. Ore, që nuk është flet. vetëm ty problemi, po Jo, po ti përgjithsisht përdor, edhe në pse? pallate kur janë katet 4 të 5 nuk më pëlqen ta përdor. Jo, Franc, shiko. Përderisa kam kënd unë jam- taj. Unë jam Jo. në kat të 8 dhe në darkë kur kthem në shtëpi sidomos kur është ajo dita që duhet të ble dhe ujin, nuk e çoj në përmend që ato 8 katet i bëj unë me ujë me Shiko, vete. Franci është nga ato raste që nuk bën pazare. Kështu që nuk i duhet ashensori, me sa duket. Jo, Se më po bëj të kishe pazar. ngarkesë, Jo, se bëj përdore pazar që kemi patjetër. të. Tani mos bëj kot edhe unë kështu patjetër në raste shumë të rralla, por kur ti mundesh që ti përdorësh këmbët e tua, pse jo më vlla? Po një ta gjë më ke, Patjetër. shiko, ke përdorur dhe këmbët dhe gishtat, se ke shtypur butonin, e futur Ah, në po, ashensor. gishtat patjetër. Për më tepër mund të njohësh edhe komshinët e tu, se futën aty, përshëndet, o si je, si kalove. Po ka edhe nga ata që s'ta kthen fare përshëndetjen për shembull. Ah, po Po, jeni çka lagjën që e gabuar nesër më pastaj. prap. Ndro lagjë. Të nesër më prapti mirëmëngjes si jeni Ka më gëzim. vete është edhe ky, në fakt ky Një ashensori. ditë do Si e detyroj kalove të mirë? flas. Çfarë? Ta kallim edhe këtë hallin. Haj ta kallim. Ke lejen. Faleminderit. Halle, Mikaela. Oh yeah. Të pëlqeu kjo ishte shumë e bukur. Kjo ishte shumë e bukur, ishte shumë e ndjerë. E kallëm në patjetër. grup. Tamam për ta kallur E hallin. bëj që e bëj të paktën ta bëj mirë tha deri në Ta fund. bëjmë mirë. Tani e Bëje shikoni që vetë, këta bëje vazhdojnë mirë. qeshin me ankesat? Por tani shikoni, është e momenti. drejtoni. Është Ja, momenti. Nuk e që të ne- pruam. Tani le të bëjmë sikur po qeshim për herë të parë sot edhe të dëgjojmë Barcoletën. Është Kalojmë momenti i në Barsaletës së Qeshim ditës. Direkt do e bësh. Keshëmëri çik. Mirë, do them një gjë të shkurtër tani se më kujtua pak më përpara kur po flisim për fëmijët që i thoshte baba i djalit, domethënë djali i vogël kështu i thoshte babi, "Mo çado?" Babi, "Mo çake?" Po çake, mo çake i tha. Edhe i thot gruaja në moment, "Po pse i bër te djalit?" Më tha se sa ka filluar të flasë, tha vetëm babi dit thot. Ishte Okej. Kjo ishte se më kujtuar çfarë nga fëmijët. Tash se domethënë ishte DJ në profesion djali. Ja, ja. Box. Barsaleta e ditës së sotme. Një çift. Arsi kjo që sapo na tregove që Jo, ta jo, kjo më dim. kujtua. Të përgatitemi, të guxulim veten. Ishte mos një fol kështu. çift, Serioz, një serioz. çift bashkëshortësh që jetonin në qytet të dy. Në cilin qytet? Po themi tani në metropol, në Tiranë, po. Metropolit. Dhe gruaja ishte arsimtare dhe punonte mësuese në një fshat diku larg qytetit. Në Bupq. Nuk e di se ku, domethënë ka pafund fshatra që kurse burri që jetonte në qytet e kishte një çik të vështirë sepse kishte këtë sedrën që unë me shkum katune, unë me u Unë nga përfshi. katuni gomard. E Po, pra, nuk e jo, them. zbriti si ishte ajo që zbritim qytet hapi rrugë se të vret, ishte nga këta burrat pra që Zdrype katunën në qytet, Ja. hapë rrugës së sa vrat. të vret, po. Pak, Nga ka burra që nuk e pranonte shumë këtë ndjesinë që fshatari kështu e katnari kështu e ne qytetarët jemi më kështu e ke parasysh kujtim nga këta po. Shumë bukur. Një ditë vënohet gruaja kishte mbaruar shumë vonë mësimin, pse qeshti me
se s'e kam mbaruar akoma. Se kemi me ty. Ah, okay. Keni barsalet. Na kujtoi barsalet tjetër. U vonua një ditë gruaja për të shkuar në shtëpi, edhe merr burrin e vet në telefon, i thotë, "Të lutem," i thotë, "hajde më merr," i thotë, "se është vonë," i thotë, "nuk ka as autobus që të vinë në qytet edhe kështu me radhë." Po bashkëma. A bashkëma, hajde po s'prej vjetë? tha, po, se kishte mbaruar orarin zyrtar, ishte vonuar, punët e vet ande. I thatë ky bashkimi. Bashkëma. Unë më ardh atje, ecmi se s'lodhem unë deri më katun Çfarë me burrë, ardh, çfarë kështu me radhë, autoriteti. tha ç'a thutimi, tha unë ta ul veten, i tha me ardh aty më katun, i tha, ecmi zbrit me ç'a dush aty. Okej, erdhi darka, gruaja mbri në shtëpi, hapi derën, futet në shtëpi, i thot burri, "Omi erdhe?" "Erdha," i thot kjo. "Me ç'a erdhe?" Mi thot se ka shkuar në vonë. Ishte një zotëri atje në fshat, i tha kjo, që kishte makinë dhe më mori dhe më solli, tha. "Po si të solli, sa lekë paguaj?" tha ky. "Jo, në fakt nuk s'kam paguar lekë," tha, "sa ai më tha dy gjëra, tha që nëse do që të shkosh në shtëpi ose më këndoj një këngë," i tha. Ose bjeri dajres. Ose bjeri dajres. Dumpa dumpa. Ja tha gruaja burri, domethënë këtë gjën që ose kështu ose ashtu. E shikon burri kështu edhe i tha, "Mos më thuj që i ke knu kadunarit," i tha. "Mos më thuj që e ke bë atë avaz," i tha. E kuptoj Se se mo si qa jam unë, i tha, sjell. "Jo, këngëtare jam unë." Pra, Ira Gajdes pra? Ira Gajdes. Iri Ky Gajdes. ishte barsaleta. Për ditën e sotme ne edhe nesër që është e premte kam një barsalet bukur. E kishe çik dorën në rond me këtë barsaletën, më thon drejtën. E po tash është e nevojshme lipset që të kemi dhe barsaleta të Duhet, tilla. Po, ngjarje nga jeta. Ngjarje nga jeta. Kalojmë Tani, në muzikë për të marrë pak veten pas barsaletës. Rikthehemi me të tjera. në muzik, në këngë Mirëmëngjes. tamam. Mirëmëngjes, Mirëmëngjes. 9:25 minuta, jemi në minutat e fundit të programit. Në fakt, po na ndiqni në Zgjohu po deshe, Radio Travel 104.6 dhe në ekranin e Premium Channel. Ju kemi njohur me quizin J&Q, ka qenë pak i vështirë për ditën e sotme, por nuk ka quiz që nuk gjendet pa Google. Sidomos pasi Nada jep ato ndihmat e veta. Okej, ju a kujtoj edhe një herë këto minutat e fundit, edhe pse e kemi gjetur fituesin ton. Pyetja për sot ishte cili qytet ka taksi që kushtojnë sa një bilet avioni dhe opsionet ishin Oslo, Londër, Zyri apo Tokyo. Do Tani e zbulojmë në fund fare. lidhemi me Kosovën. Prishtina na pret në Na fakt. pret Edita si gjithmonë me energjinë e saj. Edita na dëgjon. Mirëmëngjes. Ne nuk e dëgjojmë Editën. Edita s'po të dëgjojmë. Edita duket shumë energjike si gjithmonë, Si edhe pse ne gjithmonë. nuk po e dëgjojmë. Neve na ran energji tani se jemi në fund, po kështu ishim dhe ne në fillim pak a shumë. Okej, mirë. Sa ta kemi lidhjen më të qartë me Editën që ta dëgjojmë edhe në studio, japim fituesin shpejt e shpejt siç u nisa ta bëja unë, Sajmiri me numrin që mbaron me 352. Urime, ke fituar një kupon nga Sweet Spot në vlerën e 50 eurove. Urime, Përgjigjja e Sajmir. saktë ishte Zürich. Zyrih. Zürich. Bravo, Ky Sajmiri. është vendi Patjetër ku se ti taksia kushton sa një bilet avioni. E kemi Mirëmëngjes. Editën. Mirëmëngjes. Edita na dëgjon. E dëgjojmë dobët. Na po. Tani shumë po. super. Erdhe. Tani po. Urime. Mirëmëngjes. Kush e dha Zürich, se shumë bukur e tha. E tha në Ada, Zürich. Mua, Nuk më dështon Shqoqja. a ke qenë? A e ke vizitu? Po, kom qenë. Shtrenjt atje, ose ne për këtë po flasim se sa shtrenjt janë gjërat në Zyrih. Po shtrejt, na kemi shumë miq nga Kosova që jetojnë në Zürich. Ka shumë shqiptarë atje, e vërtet, po. Po, kjo është e Ka vërtet. shumë që sot kanë kompani ndërtimit edhe kanë restorante, rrjet restoranteve, klube po ashtu kanë. Kanë biznese të suksesshme. Edhe në ora 4, por janë ashtu thonë që shumë shtrajt jetesa. Ama aty ja vjen me që është shtrajt, se është qyrim. Po Është mos jetë megjithatë atje shumë i shtrenjt. frekuentuar nga shqiptarët. Edita, ka një vend që ti do e lije Prishtinën për të jetuar aty? Ndoshta për Zvicrën, jo për tjetër. Zvicra S'kam do të pasur pëlqente. kur me jetu jashtë. Po nëse do më duhet bëja zgjidhje, po Zvicër. Është vend i bukur, edhe natyra është mahnice. Si të ka nisur dita? Të shohim shumë energjike. Ke bërë ndonjë gjë interesante apo herët shumë? Isha vra prej shtëpisë punë tash këtu
Ula pak. Për të marrë pak vetë. Jo, si keni qenë javë mirë. Mirë, shumë super, mirë. super, Është e super. njëjtë, mezi po presim të premten edhe fundjavën. Kemi pas Ama shumë. vikendi kaluar ka qenë me plot kosovar atje. Po, Po pra, që ka sepse nërë. dhe koha këtej është ngrohur shumë dhe është mirë për ta vizituar tani se Se Nuk edhe është aq pak sa edhe mora, fillojnë shkojnë njerëzit në plazh tani këtej nga ne. Po e di. U hap moti. E tash ju kishit hap edhe disa restorante të reja në Tiranë. Ton ka kohë që s'kam qenë. E pas ke qef edhe mirë se të kalon. vish, mirë edhe se të vish ushqimin e Edita. ditë. Faleminderit, Ai ke të pi- ardhshme. A ke pirë kafen për sot apo jo? Ende se ke pirë atë kafen e mëngjesit. Je duke e pirë akoma? Jo, ende se kam pirë, tash do ta pi. Edit, duke qenë se ti ke fëmijë edhe ne kemi temën e ditës që trajtuam edhe në studio me njëri tjetrin, po edhe me një logopede të ftuar. A mendon Po. ti që fëmijët po rriten më shpejt se sa duhet? Se më duket se cilit prindi duket që fëmia i vet po rritet shpejt, po tash edhe për fëmit e huaj po thojnë njën ka rriten shpejt, kështu që besoj që po, shumë shpejt. Ne Do me kemi thënë me shumë këta tanët më shumë, pa të huajt le të bëjnë sa çfarë duan. Në mënyrën se si po rriten, që duken sikur nuk po e shijojnë moshën e tyre. Absolutisht jo, në kjo është tjetër, nëse flasim për mënyrën se si po rriten, unë kam Akilin dhe Elenën 11 vjet dhe 7 vjet. Unë në kohën e Akilit kam qenë në luftë dhe kam qenë shumë fëmijë. Ai sot e din gjithë botën, shtetet, telashet, të gjitha, po është me siguri teknologjia i ka Edith, bu me për ata utjet. që duan të vinë bashkë me fëmijët këtë fundjavë në Prishtinë, po edhe për ne që mund të vimë vetëm me njëri tjetrin, se nuk kemi këtë marrim tjetër me vete. Çfarë na pret këtë Nëse vini- fundjavë? nëse- Çfarë sugjerimi ke? Në Prishtinë, Po. Po. Boll në Prishtinë gjëra. në fundjavë mund të shkosh në përqendra tregtare. Vetëm I Po, në keni fakt të më- mira. po. Po ne shohim Jo, shumë, shohim shumë të Kosovës që vinë këtu për qendrat tona tregtare. Unë Si ka mundsi? ju propozoj shumë me shku edhe me i vizitu kasollet e zonave, është një vend shumë i bukur që është bo ma larg se sa Prishtina. Ah, okay. Mundeni me shku në Isabel, që është restoranti më i ri që është hap tani dhe është shumë i bukur. Sidomos për atë mëngjesin ose për mbrëmjen nëse vjeni. Unë ju rezervoj të gjitha. Tani keni so mas shumë. Po mirë, po vim paket. Duhet edhe takohemi me njëri tjetrin. Patjetër që po. Ne do vim si staf Edita dhe ju mirpresim edhe juve komplet si staf siç jeni. Të vini në Tiranë. Janë pak shumë ata. Franc, nuk do e përmbajmë. shiko atëre me të preferuarit e stafit të lutem. 60 francë, më ndodhe njerë se nuk dëgjova? Jo, ajo që sa po thash. Hajdeni. Ban Edit, përgjegjësi Franci. Mbaj përgjegjësi, të patjetër. falenderojmë shumë që na u bashkove dhe sot në program. Gjithë të mira. Ditë të mbar sot. Ditë të mbar. Program të Kaloftë mbar bukur. edhe gjithë të mirat. Paçi. Nëse gjithmonë. Ja, I është përshëndesim bukur. edhe të gjithë mjekësit tan nga Nga Kosova. Kosova. Është bukur që do ta mbyllim emisionin e sotëm në Zgjo po deshe të enjte me Prishtinën. Ne do jemi prap nesër apo jo? E Jemi prem, prap jemi nesër. prap. Kur do shkojmë? Na pret Jeni kurioz të fundjava. dini se sa kushton një taksi? Një. Pra sa ma lart kështu. Më fal. Çmimet janë këto, S'na i duke prishte qenë se edhe taksistët e dinë që jetojnë në një vend luksi ku pagat janë shumë të larta, kanë përshtatur çmimet me vendin ku jetojnë, kështu që zyri qendër aeroport është 70.000 lekë. Të duket 70.000 shtrenjtë? lekë. 70.000 lekë. Po. Po Pra tash nga aeroporti në Okej, qendër. shtrenjtë. Ndërkohë për një udhtim Sa e kanë rrogën 30 zviceranët, minuta është 140.000 lekë. Kjo më duket shtrenjtë. 30 minuta. Me rrogat 140.000 tona. lekë. Sepse aeroport Qendër në Lejtje. përgjithësinë e Europë ke 50.000 lekë. E kështu. Kështu që një 20 që më shumë aty e kanë halal. Po Po. kjo Unë do shkoj në zyri, po do t'ja marr në bashkë këta. këmbë. Do t'ja marr Jo, në kam këmbë. përshtypjen që do shkosh, po do ngelesh anë. Si s'ke Do lashej në Ku e dy. diti që se dua unë atë të më ndodh për shembull, aventyrë, Uroj të të ndodhe. aventyrë. Sa më shpejt. Okej, Kalofshi ky sa ishte më Zgjo po bukur. deshe edhe për sot. Takohemi nesër. Takohemi nesër në orën 7. Takohemi nesër. Miru pafshim, Bye bye. kalofshi mirë, paçim.